Përshëndetje, ja ku jeni në Zodiac Oracle përsëri ju shenja e dashur e dashit, këtu në parashikimet e javës të parë, për të parë dhe njërë se çfarë na pret edhe këtë javë. Për momentin, Merkuri retrograd, presim Uranin, të vendoset në shenjën e Demit njëherë e mirë, dhe në përgjithësi pak a shumë të gjithë. Ju me radhë, juve të djediqe të parë, por me djediqe me radhë po ecim, se cili ka nga diçka për të ripar, korrigjuar, vlerësuar prej këtej e deri të paktën, deri nga fundi muaj që sido që të jetë në retro e kemi të paktën Merkurin. Tani përsa i përket rikthimeve, do kënaqeni. Dhe jo vetëm me rikthime individësh, por dhe situata që duhet i zgjidhni përfundimisht. Sido që të jetë për më tepër informacion, më dini shumë mirë mund ndiqni YouTube Zodiac Oracle, ndërkohë që për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë nis me çështje familjare, çështje prone, kushdo prej jush po mendon të shpërngule diku, kushdo prej jush po diskuton rreth një bashkëjetese, çfarëdo gjë qoftë ajo që po diskutoni ose jeni të angazhuar me, ka emrin, siç u thash, banes, familje, shpërngulje dhe rikthim në origjinë. Shumë prej jush mund të vizitoni për shembull familjen tuaj. Jeni jashtë dhe vini brenda shtetit për të vizituar të afërmit tuaj. Ose mund të prisni individ që keni kopa i parë në familjen tuaj, pra që ju vinë nga larg. Gjithashtu është një moment që do shikoni se po stabilizoheni avash avash dhe se nëse keni pas sidomos probleme me shëndetin, duket se ato po kalojnë, jeni duke rikuperuar. Por sido që të jetë çështje të tilla, mos i lini pas dore, janë shumë të rëndësishme dhe duhet të angazhoheni me to tani, sidomos që janë dhe çështje të prapambetura. Këto që po ju them. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë, si t'ju thotë, fli gjumti se punoj unë për ty, fati, domethënë, është sikur ju thotë, fli gjumti tani qetësohu se gjithë punën tjetër do e bëj unë. Nga të katërt anët e rruzullit toksor jeni të mbrojtur. Pikë së pari dhe asgjë keqe nuk ju ndodh. Përkundrazi mos e them që i gjithë universi është duke komplotuar në favorin tuaj për të sjellë në jetën tuaj atë çka ju nuk e sollo dot deri më tani, por për të cilën u munduat dhe nuk e humbët kur shpresën se do mund të ishte juaja. Pra ditën e martë vjen një realizim i shumë pritur në jetën tuaj, është ai një realizim për të cilën jeni lodhur aq shumë dhe ama kur nuk keni dorëzuar dhe kur nuk e keni humbur besimin se do mund të ndodhte. Sido që të jetë ky realizim ju gjen në një moment tuaj shumë të dobët, jeni shumë të dobësuar, shumë të pafuqishëm për të vazhduar më tej dhe pikërisht në atë momentin pothuajse dorëzimit tuaj vjen të realizohet ajo gjë që me kaq shumë dëshirë e keni pritur. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur thotë bëni kujdes mos nga persona gënjeshtar, mashtrues, manipulator, persona të cilët duan të përfitojnë nga ju duke ju shitur një realitet që realisht nuk është i vërtet, ose persona të cilët duan të ju keq orientojnë duke ju shitur një informacion që as pak nuk është i duri, duke ndoshta ju fshehur informacion e gjëra të tilla me radhë. Bëni kujdes pra me ditën e mërkurë, sidomos nga individ të tillë. Kujdes të mos jeni ju këta individ që ndoshta dhe dashje, pa dashur, të dilni në sy të tjerëve si të tillë. Dhe që ta evitoni këtë gjë, do ju thosha me shumë kujdes përpara se ta përcjellni çfarë do informacioni, ta doppio checkoni, të siguroheni që e dini mirë, domethënë keni të qartë dhe të saktë atë çka po u përcjellni të tjerëve dhe sidomos nëse jeni dhe personazhe publik ose jeni personazhe me një status të caktuar, bëni shumë kujdes të mos ndikohet për keq imazhi juaj ditën e mërkurë nga çfarëdo gjëje mund ta përcjellni gabim ose kujdes të mbroni interesat tuaja në qoftë se do të hasin individ që po mundohen t'ju keq orientojnë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që ju gjen paksa të ngecur. Domethënë, duket sikur ka ardhur një goxha ndryshim në jetën tuaj deri tani, mirë keni përparuar, s'keni përparuar keq, por duket sikur tani keni ngecur dhe unë ju thash, Merkuri do ju sjellë situata të cilat ju kthejnë edhe një herë pas në kohë. Dhe këtu e kam më tepër për ju të dhjediçit të parë, ju veç keni lindur në ditët e para të dhjediçit tuaj ose të paktën deri nga data 27 nëntor. Do më bëni shumë kujdes për faktin se këtu rikthen situata nga e kaluara. Ato pikërisht situata të cilat menduat se i la pas jo që qafe mbaruan, ja që nuk pas kanë mbaruar, nuk janë çështje e mbyllur, rikthehen dhe duhet ti risistemoni. Sigurisht që kjo pikë së parë është proces mendor, domethënë nuk është e thënë me se zvon ti jetë diçka praktike, konkrete, mund të jetë një proces mendor. I riktheheni dhe njëri situate, kthehen përsëri mendime që menduat se i kishit mbyllur
këto çështje, ose mund të keni biseda të cilat ju kthejnë pas në kohë. Sido që të jetë është një moment kthimi pas në kohë që ta kuptoni kështu, diçka po vjen, unë po ua them dhe po ua përsëris. Mos u përfshini në debate apo në situata të cilat e shikoni që nxjerrin nga trajektoria juaj dhe nga qëllimi juaj. Qëndroni në ato çka keni realizuar deri tani. Keni besim tek ajo çka ju vetë keni arritur dhe çfarëdo gjë që mund t'ju pengoj ose të kthehet si manipulim në trurin tuaj, kundrejt vetes tuaj, kundër vetes tuaj, mundoni ta stoponi aty. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që këtu keni besim në të që po ju them njëre para, mos analizoni fare këtë letër, për të gjithë juve që dini letra taro, besomëni, nuk dua të ma cënoni këtë gjë që do them. Atëre, përsa i përket ditës së premte, besomni kur ju them që do keni një përballje midis të kaluarës dhe të tashmes. Dhe do jetë një përballje tipit kam ecur me jetën time, jam duke njohur një individ të ri ose po vjen dikush i ri, pikërisht tani, ditën e premte kam fjalën ose aty, ky është momenti, dita e premte, dhe njëkohësisht si për dreq kthej dhe dikush nga e kaluar. Aty pastaj ju duhet të ndani mendjen se ku jeni. Do zgjidhni atë çka ishte apo atë çka po vjen. Nëse doni mendimin tim të sinqert, zgjidhni atë që po ju vjen në jetë. Ajo çka është e kaluar është e kaluar dhe që ta harxhoni dhe pak më tepër kohë, duke kuptuar pikërisht gjë që po ju them, pse kur mund ta evitoni. Ndërkohë që ajo çka ka ardhur në jetën tuaj mbase nuk është e thënë se s'bën të jetë një realizim dhe një sukses, por sido që të jetë ju ndihmon që etapat me të kaluarën të mbyllni pikërisht këtu dhe të mund të vazhdoni përpara, por që nga e premtja dhe në vazhdim, përsa i përket lidhjeve tuaja dhe marrëdhënieve tuaja në total, jetës tuaj dashurore, keni mundësi shumë të mira për të ecur përpara dhe sigurisht favorizojeni shumë njohje të reja. Përsa i përket gjithashtu ditën e premte keni shumë mundësi të mira të zgjidhni një çështje, një ngërç ndoshta që ishte krijuar në ambientin e punës me persona me të cilët bashkëpunoni ose me motra vëllezër nëse keni pas keq kuptime të mund t'i sheshoni. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që do ju vi ndihmë, e keni ndihmën që ju nevojitet, mund të jetë rastësia, mund të jetë momenti i dur, pra dua të zgjidh një problem në momentin e dur, kap personin e dur në gjën e dur. Ose të thuash thjesht të keni ndihmë nga individ të cilët janë dashamirës kundrejt jush dhe duan t'ju shohin të realizuar. Por përveç kësaj, se do të jetë momenti, fati, universi, persona apo çfarë do të jetë, duhet të kuptoni që dhe ju duhet të bëni pjesën tuaj. Pra, fati është me anën tuaj, momenti ju favorizon, por dhe ju duhet të lëvizni këmbë duar. Dhe përsa i përket ditës së diel, mundoni njëherë për gjithmonë të vini një fund kaosit që ekziston në jetën tuaj, se është ky kaos thjesht një gjendje shpirtërore, emotive e ngarkuar, se është një çështje shëndetësore që po ju mundon prej kohësh, por që vetë po ja shkaktoni këtë dëm vetes tuaj, se janë debate në familje të cilat nuk kanë të rreshtur, por ju e dini se nga burojnë dhe e dini se s'tu vini fund, thjesht nuk keni frikë domethënë ta bëni këtë gjë, se janë humbje ekonomiko-financiare dhe duhet të stopoheni përsa i përket e të rimendoheni, përsa i përket shpenzimeve. Çfarëdo gjë qoftë që ju ha me ngadalë dhe ju sa thuash do beson ngadalë, mundoni të kuptoni që buron nga vetë ju dhe jeni ju ata të cilët i vini fund kësaj gjëje. Kujdes dita e diel mund të sjellë një keq kuptim ose mund të bëni një gabim i cili mund të duket në pamje të parë i vogël, por mund të shkaktojë shumë dëme të mëdha. Kështu që lutem shumë me shumë kujdes ditën e diel. Përshëndetje një Demi se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle. Përsëri jemi në parashikimet e javës, parashikimet e muajit ende aty për ju në YouTube Zodiac Oracle. Nuk kushton thjesht të shkoni, ti dëgjoni një like, një shpërndarje, nuk do ishte keq normalisht, edhe për mua nuk do ishte fare keq. Plus të ju ndihmoni dhe individ të tjerë të informohen siç duhet rreth asaj gjëje që i pret brenda këtij muaji, si për mirë ashtu edhe e vështirë që mund të korrigjohet ama. Tani, përsa i përket rezervimit të takimit tuaj në privat, që shumë më pyesni një herë, pasere po nuk e kuptoj pse, unë po u them dhe një herë, numri në të cilën më kontaktoni është WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket e curisë së këtij muaji, për pak Urani kthehet në shenjën tuaj përsëri, vetë 10 ditë të fundit dhe ju shkruani edhe një herë të fundit. Vendit me një dashuri të re ndoshta që do vi totalisht befastisht në jetën tuaj, për ata që do dinë dhe din ta kapin lojën me fitime pse jo ekonomiko-financiare të papritura, masi do që të jetë dhe për çfarëdo gjëje duke sikur kishte ngecur,
papritmas mund të kuptoni se surprizat janë gjithmonë aty edhe ju favorizojnë. Megjithatë do të ketë momente të trysnuese brenda muaj, përsa i përket dashurisë po ju them, do trysnuheni dhe me njëje të reja, po dhe me të kaluarën që ju rikthehet, kështu që të shohim se si të mbjetoni. Nuk e di ta shohim, prandaj ju them shkoni dhe dëgjoni parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle. Përsa i përket kësaj jave tani dhe ditës së hënë, këtu kemi sqarime. Dita e hënë sjell sqarime në ambientin e punës, në aspekt shoqëror, me çështje dokumentat që i rishikoni, në fakt momenti i bukur është ky, duke qenë se Merkuri është retrograd, të rishikojmë ato çka mund të rishikojmë për të korrigjuar apo për të sistemuar më mirë. Sido që të jetë, është një moment që favorizon edhe një herë përsëris rishikime dhe rivlerësime situatesh, por më tepër këtu kemi të bëjmë me kontrata ose me fjalën e dhënë, ose me premtime që kemi bërë, ose thjesht me sqarime. Pse ndodhi diçka, e merrni më në fund sqarimin dhe kuptoni pse dikush u largua nga jeta juaj, pse nuk funksionoi diçka, mund të ketë sekrete që dalin në sipërfaqe dhe mësoni të vërtetën për atë çka është dhe jo çka mendoni ju. Në vijë të përgjithshme është sqarime. Dita e hënë. Përsa i përket ditës së martë, do i thosha mos u nxitoni të nxjini konkluzione, mos u nxitoni të hidhni një hap të nxituar. Duhet të kuptoni se jeni në një fazë që nuk favorizohet veprimi, përkundrejt favorizohet më tepër reflektimi. Kështu që rini, reflektoni, kuptoni, mundoni të analizoni momentin, përse gjërat nuk ecin, mos ndoshta duhet thjesht ta lini këtë moment të rjedhi, ashtu sikurse ka nisur pa ndërhyrje as pak, pa munduar ta ndryshoni situatën. Situata ka për të ndryshuar shumë shpejt dhe për këtë gjë të jeni të sigurt, por që përpara se ajo të ndryshojë, duhet të kuptoni që duhet të ndryshoni ju të parët dhe vetëm kur ju të keni të qarta idet dhe mendimet të kokën tuaj, atëherë mund të jeni gati për të sjellë një ndryshim vërtet të favorshëm në jetën tuaj. Për momentin thjesht vazhdoni të analizoni, vazhdoni dhe sistemoni. Kur të jeni të qartë dhe të sigurt se çfarë doni të realizoni, besoni dhe realizimi do të vi. Por dita e martë, ju lutem mos u lodhni mos e lodhni shumë veten, nuk do dilte edhe ndonjë gjë, edhe sikur. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është një jo e madhe, për çfarë do gjëje po kërkoni të realizoni, të nisni, të sistemoni, të bisedoni, të sqaroni apo të zgjidhni, sikurse thash, është jo, nuk arrihet dot dhe nuk është momenti i dur. Dhe unë po a them, si e marta dhe e mërkura janë pjesës e njëjtës energji. Domethënë sa do të përpiqeni nuk do arrihet gjë sepse thjesht nuk është momenti, pse s'është momenti sepse realisht dhe ju vetë nuk jeni gati, ose sepse thjesht nuk jeni gati, ose dhe s'doni ta pranoni, ose sepse thjesht nuk e keni idenë e qartë, tamam, edhe do bëni gabim. Tani për të vazhdonit me diçka. Përsa i përket ditës së enjte, kjo është një letër që unë kam të mirë qartë prerë në mendjen time përsa i përket interpretimit të saj, do i thosha kujdes me dashurinë në vija të përgjithshme, do të thotë që një person i tretë po mundohet të hyjë midis jush dhe partneres tuaj, pra diçka po bëhet gabim, ose juve vetë femrat po bëni, nuk e di, betje për tradhti. Domethënë, tradhti edhe thjesht një gabim përsa i përket dashurisë. Përsa i përket dhe po flet për marrëdhënie toksike, domethënë ditën e enjte mund të kuptoni shumë qartë që jeni me një person teje toksik, që nuk ju bën mirë, që doni të largoni prej tij, që kjo marrëdhënie po ju merr frymën. Përsa i përket ekonomisë dhe financave, do i thosha kujdes me shpenzimet, kujdes me investimet, vetëm në qoftë se intuita juaj po i thot bëjeni, në qoftë se të kundërt diçka brenda vetes tuaj ju thot bëj kujdes, as mos e vi në dyshim që duhet të kesh kujdes, në rrjetë të përgjithshme ju shpëton intuita. Në qoftë se ditën e enjte dëgjoni intuitën tuaj për çfarëdo gjë ju qoftë, ose për sido që ju orienton, si për mirë apo për keq, domethënë, nëse ju thot jo, është jo, nëse ju thot po, është po, atëherë vazhdoni dhe nuk do gaboni. Përsa i përket intuitës dhe përsa i përket vendimeve që kanë të bëjnë me ekonomi, me financa. Përsa i përket shëndetit, nuk gjendet zgjidhja tek mjekësia moderne, por gjendet tek mjekësia tradicionale. Por juve për shembull që mund të keni se gjithë se çfarë problemi mund të keni. Pra krahas mjekësisë moderne, edhe barnat, edhe masazhet, edhe çfarë tjetër, edhe meditimi, edhe holistika në total, sepse është mjekësia holistike kjo, është holistika gjithë kjo gjë që po ju them. Atëherë është një moment shumë i bukur dita e enjte të meditoni, të flisni me një psikolog, juve që keni nevojë të flisni me një psikolog, të zgjidhni një çështje ligjore juve që
jeni në një proces të tillë, por duke kapur personin e dur. Tani përsa i përket financave dhe njerë nuk japim hua dhe nuk marrim hua, çfarë investimesh mund të janë bërë do i sjellin fitimet e veta, dhe përsa i përket dashurisë, ju tash bëni kujdes. Përsa i përket ditës së njëjtë, më shumë se kaq nuk di çfarë analizoj aty. Po që në total këto keni parasysh. Përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita që mund të shpreh ndjenja, mendime, përsëri kjo inteligjenca emotive, domethënë intuita, luan një rol shumë të rëndësishëm në vendimarrjet tuaja. Psikologjikisht do të jeni më të qetë, do thosha, dhe më të qartë për të marrë vendime. Ju lidh puna ditën e premte me meshkuj më tepër, të cilët janë tolerant, janë paqësor, të cilët dinë ta thonë fjalën e mirë, dinë të orientojnë siç duhet. Është nëse për shembull juve që jeni vetëm, juve femrat jeni vetëm dhe njihni një mashkull ditën e premte, vjen pra dikush në jetën tuaj, atëherë është pikërisht ai mashkull i cili ju tregon se për çfarë kishit nevojë deri më tani, do ju mbështesi, do ju orientoj, mund të jetë prindi juaj ama, mund të jetë babai juaj që di se si t'ju orientoj, mund të jetë partneri juaj juve që jeni në një marrëdhënie të konsoliduar, sidoqë që të jetë është një person i cili shpirtërisht ju çbllokon, nëse doni dhe kështu, dhe ju jep forcën për të vazhduar përpara me çfarëdo gjëje duhet të vazhdoni. Është një po, pra nëse keni dikujt doni të kërkoni diçka, atëherë po arrihet ai objektivi juaj. Në përgjithësi arrihet çdo gjë me bisedë të qartë dhe me diplomaci, le të themi ditën e premte, por krahas kësaj keni dhe individë të cilët ju mbështesin dhe ju bëjnë të ndjeni të sigurt emotivisht dhe psikologjikisht. Tani, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që kuptoni se vuajtjet akoma nuk kanë kaluar. Domethënë duket sikur këtu keni për të kaluar dhe një provë të fundit. Por ama është dhe fundit, domethënë edhe një provë e fundit dhe nëse ja dilni ja dolët. Dhe do kuptoni këtu se vuajtjet kanë një arsye pse vinë në jetë, vështirësitë kanë një arsye pse vinë në jetë, do ta kuptoni pikërisht momentin që do shikoni se kur duhet të zgjidhet diçka, zgjidhet. Por po mos ta kishit vuajtur, nuk ta vlerësonit atë zgjidhje. Kështu që sido që të jetë, le të themi për një çështje shëndetësore, ekonomiko-financiare, për çfarëdo gjëje zemra juaj është lënduar dhe dhimbja ka qenë e madhe, vash jeni duke arritur në finishin e kësaj situate dhe çdo gjë ka për të shkuar për mirë. Dhe përsa i përket ditës së diel, duke qenë se juve jeni dogma, juve jeni parimet, juve jeni të tilla gjëra, atëherë do thosha vlerat në përgjithësi. Ajo çka shoh për ju ditën e diel është se ju hapen syt më në fund dhe kuptoni dhe shikoni të vërtetën për atë çka është. Jo atë çka ju është shitur si parimore, me vlerë, etike, nga kushdo qoftë, institucion, person, por për atë çka realisht është. Dhe këtu më kthim pas nuk ka. Pra për të gjithëve që do japni sy dhe do shikoni të vërtetën për çfarë është, gjë që s'keni ardhur do ta bëri deri tani, më kthim pas nuk ka. Do të jeni komplet tjetër individ pas të dielës së në vazhdim. Përshëndetje, përshëndetje binjakëve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Parashikimet e muajit i gjeni edhe në YouTube Zodiac Oracle. Merkuri që sot e në vazhdim, sot është dita e shtunë. Kështu që prej sot, më thënë, edhe në vazhdim deri nga 19 do jetë retrograd në shenjën e Shigjetarit e keni direkt përballë kthime dhe rikthime nga e kaluara, biseda dhe një kontrata të rëndësishme që rishikojnë, rivlerësojnë në terma të rinj, nuk nxitojnë më dhe nuk marrin vendime të nxituara, ato përfundimtare do i lini për nga fundi fare i muajit, dhe në përgjithësi vinë momente që do ju kthejnë të kaluarën në total brenda këtij muaji. Nëse po më shumë ndiqni në YouTube Zodiac Oracle sikurse ju thash, dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita që ju thotë mos u nxitoni, mundoni të qëndroni me këmbë në tokë, mos shikoni ëndra me sy hapur. Nëse ju duhet të merrni një vendim, sigurohuni një pikë së pari se e njihni situatën, e njihni terrenin, i njihni personat dhe nuk po bëni diçka të nxituar sikurse po ju them. Mundoni të jeni fleksibël, por jo tejet euforik, pra është një ditë që nuk do thosha se favorizojnë vendimarrjet në total. Mund të duket sikur është momenti i dur, mund të duket sikur po ju jepet mundësia e art, por në fakt nuk është as pak kështu. Kështu që mundoni të thjesht të qetësojeni pak, merrni ditën e hënë qetësisht, vendimet që do të merrni, nëse do t'i merrni të nxituara. Kështu që më mirë është të mos veproni. Nëse do ju duhet të veproni me këmbë në tokë sikurse po ju them.
Për sa i përket ditës së martë, shfaqen problematik. Domethënë dita e martë kuptoni që ju lodh njerëz sepse nuk nis, ashtu sikur se nis ashtu dhe nuk bitiset, si të thuash. Ka shumë lëkundshmëri e para. Ju do të jeni me hën brenda kësaj dite, domethënë emotivisht do të jeni shumë të paqëndrueshëm, ashtu sikur edhe vetë dita do të ketë vonesa, bllokesa, mund të ketë shtyrja, fatesh juve ju bezdisin, një situatë e cila menduat se u zgjidh në një kohë të shkuar, duket sikur rishfaqet në jetën tuaj dhe ju sjell ndonjëherë pasigurinë, përballë ndonjëherë me pasigurinë, dhe kjo mund të jetë një çështje që ka të bëjë me aspektin personal, ndoshta ekonomiko-financiar, me shëndetin tuaj, çfarëdo gjë qoftë, është e përkohshme, nuk është të zgjasë shumë, por dëmin e bën, ju prish ditën kaq. Për sa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që kuptoni se jeta e ka me faza, domethënë nuk mërziteni, përkundrazi, ditën e martë u thash që mërziteni nga dita e martë sepse ju sjell pengesa, vonesa, bllokesa, ndërkohë që ditën e mërkur jeni shumë fleksibël, jeni shumë të qartë se pse brenda një dite mund të ndryshojnë shumë gjëra dhe pse kjo gjë nuk do ju bezdisi, sepse dhe ju do të jeni më të disponueshëm për ta pranuar këtë gjë. Përveç kësaj arrin konkluzionin se jeta thjesht është momente, është faza. Dhe se në mënyrë që të ecësh përpara duhet të mbaroj diçka, dhe kjo gjë nuk është domosdoshmërisht diçka e keqe. Pra, nuk mërziteni nga ndryshimet që sjell ose nga ndryshimet ose nga nëse nuk janë ndryshime, do të jenë lëkundshmëri ato që sjell përsëri dita e mërkur, por nuk ju lodhin kësaj ere, përkundrazi them do i mirëprisni. Domethënë, përveç ndryshimeve, lëkundshmërisë dhe çdo gjë që është e paqartë ose e pasigur momente brenda kësaj dite, ka dhe surpriza të këndshme që nuk ju lejojnë që ditën ta kaloni ashtu pezante. Për sa i përket ditës së enjte, përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte i thotë bëni kujdes dhe mos u nxitoni të nxjini konkluzione në çfarëdo gjë qoftë ky konkluzion, në dashuri, në financa, me persona, me situata, në punë, mos u nxitoni të nxjini situata jo pa pasur të qartë 100% situatën se si është, pra jo pa pasur ose pa siguruar informacionin e duhur sepse do gaboni dhe ky gabim do i kushtonte shumë. Edhe më tej. Gjithashtu është një ditë që duhet të ktheni vëmendjen nga shëndeti juaj, fizik, psikofizik, se do doni merreni, është një ditë shumë e mirë për shembull që ju thotë se duhet të bëni kujdes ose se nëse keni lënë veten pas dore, shumë shpejt mund të pësojë organizmi juaj një blackout. Do ishte mirë të bënit një kontroll mjekësor, nuk ka ndonjë gjë shqetësuese, por sido që të jetë diçka ka dhe po e shkaktoni ju vetes tuaj me me zakonet tuaja të këqija, ndoshta me pakujdesin tuaj, gjëra të tilla. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita që do i thosha kujdes me kritikën, kujdes me mendimet, kujdes me fjalët, sepse ndonjëherë duhet i vëmë gojës pak fre, dhe nëse ju nuk i vini dot fre ditën e premte, do krijojnë keqkuptime, do arrin në debate ose në fjalë të cilat nuk mund të tërhiqen më pas. Dhe kujdes domos në ambientin e punës, me shoqëri që keni shumë të rëndësishme ose me dashurinë në total. Nëse do ju thuhet juve diçka, do ju bëhet një kritik në lidhje me një gjë dhe nuk do ju pëlqej, atëherë dy opsione janë, ose me të vërtetë të tjerë kanë të drejtë dhe ju diku po gaboni dhe duhet ta shikoni realitetin për atë çka është, ose mos u ndikoni në qoftë se e dini shumë mirë dhe shumë bukur se nuk jeni ju ata personat të cilët po përshkruen. Në përgjithësi le të themi bëni kujdes nga tashetemet, bëni kujdes mos u përfshini ju tash në debate, bëni kujdes nga mesazhi ju përcillet dhe ato çka përcillni ju. Është një ditë që përsa i përket komunikimit është tricky, të thuash, është problematike. E lërën pastaj në vendimarrje nuk favorizon fare dita e premte, se vendimet që do t'i merrin të nxituara ose në bazë emotivitetit të lartë, edhe do ishte diçka e gabuar. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju sjell një lajm shumë të rëndësishëm, në lidhje me një gjë ose faktin që ju hapet rruga për realizimin e një objektivi tuaj. Por që ditë shumë e rëndësishme për dokumenta, çështje dokumenta, ose çfarëdo gjëje ju sjell një informacion në lidhje me dokumentacion të rëndësishëm. Dhe përsa i përket ditës së diel, fati thjesht është në anën tuaj,
nuk ju prek vetëm në një fushë të jetës tuaj, është total, është i gjithanshëm, i gjithë përfshirës, varet se çfarë momenti mund të sjellë, për çdo që do di momenti ta kapi dhe ta bëj pjesën e vet, atëherë dhe realizimet kanë për të qenë aq të rëndësishme saqë në një moment të vetëm mund të ndryshojë komplet jeta juaj. Përshëndetje shenjë gafores, dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe parashikimet e javës për shenjën tuaj. Në YouTube Zodiac Oracle sigurisht që ende gjeni të disponueshëm muajin dhe parashikimet e muajit. Është një muaj i rëndësishëm, ashtu do të jenë edhe 6 muaj që do të pasojnë brenda 2026, sido që të jetë. Ju do të jeni që të fundit akoma Jupiteri mundoj t'ju ndihmoj dhe t'ju favorizoj ose të paktën t'ju ndihmoj të evitoni problematika të caktuara ose të gjeni zgjidhje aty ku mendoni se po ngecni. Juve të jeni që të parë do thosha me kujdes për sa i përket çështjeve që lidhje kanë me punën, me shëndetin tuaj, me kushtet cilat punoni, juve të jeni që të fundit diçka vjen dhe rikthehet në jetën tuaj, do të jetë një shok i vjetër, do të jetë dashuri e vjetër, diçka do të jetë sido që të jetë, ose përmes në rrethin tuaj shoqëror mund të njihni gjysmën tuaj tjetër, por kjo ndodh totalisht papritur, pa pandehur dhe ndodh brenda kësaj jave, megjithatë do të shohim më se si gjërat kanë për të shkuar. Ju më dëgjoni në YouTube Zodiac Oracle ndërkohë parashikimet e muajit dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dita e hënë sjell lumturi shumë të madhe në jetën tuaj dhe për të gjithë juve që ndoshta jeni në botën e artit, të sipërmarrjes, të biznesit, të spektaklit, atëherë këtu po vjen diçka shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme. Ju komunikohet një sukses shumë i madh i cili ndryshon jetën tuaj totalisht prej këtij në vazhdim. Favorizojnë gjithashtu njohje të reja dhe sidomos nëse merrni vendime në lidhje me krimin e një familjeje, me një bashkëtesë apo ndani mendje se do fejoheni apo martoheni, gjitha këto ju ecin me një sukses shumë të madh. Për të gjithë juve që prisni të ndryshoni të ambient pune apo të emëroheni diku më lart, edhe kjo gjë është e mundur. Le të themi që ditën e hënë fillon një periudhë e jetës tuaj e cila do të zgjasë gjatë dhe sigurisht që ka sukses brenda saj, por edhe sikur të pasojnë ditë të vështira, atëherë le të themi që do të keni këtë si atë të sigurie, e cila do ju ndihmojë të përshkruani dhe ditë të tjera me sukses. Përsa i përket ditës së martë, do ju thosha kujdes sepse mendimet tuaja nuk janë të qarta dhe intuitën tuaj nuk po e dëgjoni. Pra duket sikur po e manipuloni juve vetë parët veten tuaj në lidhje me çka doni të besoni dhe të shikoni në lidhje me situata dhe individ. Dhe realitetin nuk po e shikoni sikurse po them për atë çka është. Shumë prej jush keni hyrë në një fluck sapuni dhe nuk doni ose refuzoni të dilni nga ajo. Ju duket sikur realiteti këtu brenda është më i bukur se realiteti atje jashtë. Por është gënjeshtër, është mashtrim. Dhe kur flucka të përcasi, atëherë ju kuptoni shumë mirë se me çfarë përballeni. Ashtu që sido që të jetë, le të themi që këtu hapni syt, kuptoni realitetin për atë çka është, mos merrni vendime ditën e martë, do të ishte e gabuar dhe kujdesni nga dashuritë e reja sepse nuk janë ato që shikoni ju. Dhe për të gjithë juve që mendja ju gënjen se takuat një individ të ri, daj do burra ky është se ta shkatroj familjen time, do ju thosha me shumë kujdes, këto gjëra nuk bëhen kështu sepse do e pastëroni pastaj më vonë, do i bini kokës kështu murit me kokë. Përveç kësaj mos sakrifikoni një person që ka ardhur në jetën tuaj dhe ka treguar se sa ju ka mbështetur dhe se sa të mirën u ado për diçka të re që duket sikur. Okej? Kujdes me thënë me këtë pjesë, mos thoni që nuk u thash. Për sa i përket dhe kujdes me financat, nuk investojnë tash, me thënë është gabim të investosh ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë dikush po pret është në pritje të ëmbël ose një person juaj shumë i dashur nga familjes tuaj që dhe u folën për të gjë që ditën e hënë. Ose ju dyshoni se mund të jeni në një pritje të ëmbël dhe verifikoni e vërtetoni këtë gjë ditën e mërkurë, ose çfarëdo lloj gjëje ka të bëjë me një individ që shtohet në familjen tuaj, ose në jetën e një personi tuaj shumë të dashur që mbasi dhe ndoshta
mezi po e priste këtë gjë, ju lumturon edhe juve shumë. Gjithashtu kjo është një ditë dita e mërkurë që pavarësisht mesazhit të qartë që ka ajo si letër, tregon edhe faktin se për të gjithë juve që jeni në botën e sipërmarrjes dhe kërkoni të realizoni diçka të re tani, është një moment shumë i bukur. Pra shumë prej jush po nisin një sipërmarrje të re, po nisin një realizim të bukur dhe një objektiv të ri që e keni vendosur prej kohësh, duket se arrini aty. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita enjte është dita e ku jemi përsëri, domethënë hajde të hajde të dalim të argëtojmë lajme të bukura, lajme të mira, dhe përsa i përket shoqërisë, dhe përsa i përket dashurisë që vjen brenda një parti, një aktiviteti shoqëror, brenda shoqërisë në vija të përgjithshme, është një moment i bukur për të dalë, për të kënaqur, për të shijuar jetën dhe për të, se thua, shpritur të mirat që jeta ka për të sjellë në përgjithësi. Nuk do më bënte çudi nëse shumë prej jush fejoheni atë ditë. Dhe keni atë mbrëmjen tuaj të një fejes ose bëni propozim martese përmes një darke të bukur ose thjesht në një parti takoni gjysmën tuaj tjetër ose jeni të ftuar në një çfarë themi tani, si quhen këto tani? Baby gender reveal, domethënë se jemi bërë dhe ne tani amerikanizuar dhe ne. Nëse, domethënë keni pasur ato partit ku tregojmë se çfarë gjinie do të jetë bebi për shembull, ose thjesht jemi shtatzan dhe do bëhemi mami babi. Nuk e di si do që të jetë, domethënë është një ditë e bukur lumturie dhe mbledhjesh familjare, por edhe shoqërore kjo dita e enjte dhe me shumë surpriza të tjera dhe më të bukura se kaq. Për sa i përket pastaj ditës së premte, këtu studimet favorizojnë së tepërmi, puna në grup favorizohet gjithashtu ose në skuadër, duket se diçka po ndërtohet, po punoni të pakën si skuadër për të realizuar një objektiv të rëndësishëm, kështu që për çështje pune, po që çështje pune ku përfshihen individ të caktuar ose një numër individësh të caktuar, duket se këtu puna del shumë mirë dhe për çështje studimore do thosha po e njëjta gjë, për çfarëdo gjëje ose në çfarëdo gjëje vendosni dedikimin tuaj, përkushtimin tuaj dhe seriozitetin tuaj, atëherë duket se arrihet me shumë sukses ditën e premte. Kjo gjë domethënë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita përsëri e njëjta ditë si dita e premte, pra ajo që ka nis ditën e premte shtrihet edhe ditën e shtunë, pra si skuadër po mundohemi të arrijmë diçka dhe arrihet, ju shumë të përkushtuar për të arritur qëllimin tuaj, duket se ja dini dhe arrini, dhe kjo është një gjë e cila vërtet do ndryshojë jetën tuaj. E kam seriozisht kur them, do e ndryshojë vërtet jetën tuaj. Kjo ka të bëjë me punën tuaj, ka të bëjë me karrierën tuaj, ka të bëjë me një objektiv që doni të arrini mes se s'bën çfarëdo gjë qoftë. Është një sukses shumë i madh dhe ju ndryshon jetën prej këtej në vazhdim, të jeni të sigurt. E njëjta gjë vlen nëse se kjo si sipërmarrje ka të bëjë me jetën tuaj personale. Ja dini shumë mirë. Për sa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel u nis ose jeni vërtet ju gjen dita e diel në udhëtim ose ju gjen pikërisht në një kapitull të ri komplet jetës tuaj që po nis çik çuditshëm me ulje dhe ngritjet e veta si në në ujëra të turbuta, por që na nxjerr me shumë sukses më tej. Do ta shikoni këtë gjë dhe në dhjetor, por sidomos brenda 2026-s, pas le të themi, të kaloj edhe 6 mujori pari 2026-s, duket se ju del shumë mirë. Konkretisht flasim këtu për çështje udhëtimesh, çështje që lidhin me jashtë shtetit, çështje që kanë të bëjnë me turizmin, me tregtinë, që këtu vërtet fitimet do të jenë shumë të mëdha për të gjithë juve që po nisni diçka të re pikërisht në këto fushë. Përshëndetje një Luani dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e cila ka dhe ajo rëndësinë e vet, sigurisht që ka si çdo javë këtij muaj, sidomos për 10 ditë të fundit nuk besoj, nuk ka ditë të këtij muaji që mos të kemi nga një ngjarje e cila sigurisht që ju ndikon. Dhe prej këtij në vazhdim them se situata bëhet goxha interesante për ju. Por edhe për këto 10 ditë të parë nuk mund të them se nuk vlen e njëjta gjë. Merkuri retrograd në shenjën e shigjetarit sigurisht që sjell situata nga e kaluara, përballje me të kaluarën, me partnere që mbase ndoshta dhe u larguan çuditshëm nga jeta juaj dhe ndoshta vin tani dhe ju sqarojnë për arsyeën se pse ndodhi ashtu si ndodhi, për çështje sipërmarrjesh ose objektiva që kishte lidhje me një sipërmarrje të caktuar që do e rishikoni, rivin, rishfaqen, rikthehen këto gjëra. Juve që jeni artista, duket se një kontratë ose një propozim ose një ofertë që ishte bërë do të kthehet përsëri dhe do t'ju çojë përsëri në atë analizën e çfarë të bëj
ta pranoj mos ta pranoj. Nëse për të kuptuar më mirë se çfarë duhet të bëni, mund ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit. Për sa i përket parashikimeve personale, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju thot bujrum, je gati, mendo se ja del, mendo se e meriton suksesin. Ja ku e ke, më trego që e meriton dhe çdo gjë është e jotja. Pra, nëse vërtet mendoni se jeni të kualifikuar mjaftueshëm, jeni të aftë mjaftueshëm, jeni të vendosur mjaftueshëm, ose se thjesht diçka e meritoni, atëherë kaq do. Edhe momenti që atë çka është e juaja t'ua japi krahakun. Nëse dikush ama vjen dhe juve ju kërkon diçka, atëherë nuk mund t'i ofroni asnjë gjë nëse se nuk tregon ai person, nuk provon se e meriton. Pra nëse dikush vjen dhe ju dua një mundësi tjetër, atëherë le t'ua provoj që e meriton dhe pastaj po mund ta ketë atë mundësi. Ose nëse jeni ju që po dikujt tjetër po i kërkoni një mundësi të caktuar përsëri për diçka, duhet i provoni atij një person individ ose të thjesht momentit që ju e meritoni, jeni gati. Dhe nuk do gaboni përsëri. Për sa i përket ditës së martë, dikush vjen dhe ju thotë diçka, është një sekret, është një më tepër se sekret është diçka që jo të gjithë e dinë, juve ju hyn shumë në punë sepse mund ta përdorni më vonë në interesin tuaj, por që sido që të jetë, dëgjoni me kujdes çfarë të tjerë kanë për t'ju thënë ditën e martë. Ky informacion që do të merrni, që nuk është tjetër vetë se përcjellja e një informacioni sekret, top sekret, mund të jetë për ju më vonë çelësi i suksesit ose i arritjes së diçka shumë të madhe. Pra, me kujdes dëgjoni çfarë tjerë kanë për t'ju thënë ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që kuptoni se diçka ka marrë fund përfundimisht, domethënë këtu e keni mbyllur me një lidhje të caktuar, me një marrëdhënie të caktuar, me një person të caktuar, me një vend pune të caktuar, me një të kaluar të caktuar që thjesht nuk do përsëritet më. Pra në varësi të asaj se çka largohet nga jeta juaj ditën e mërkur, le të themi është largimi i fundit, është humbja e fundit dhe disfata e fundit që të pësoni dhe që prej këtej në vazhdim çdo gjë ndryshon dhe më në këto lloj situatash nuk do të gjendeni. Për disa prej jush kjo do të thotë mbyllet një cikël 13 vjeçar, shumë i gjerë, shumë i gjatë. Për disa të tjerë 13 mujosh, domethënë i bie thjesht një vit, varet se si cili e ka përjetuar me ndonjë lidhje, me ndonjë bashkëpunim, me ndonjë ecë gjithë çfarë ka qenë. Ajo gjë që merr tani fund. Kështu që mund të derdhni dhe lotin tuaj të fundit gjatë ditës së mërkur, por që do jetë i fundit dhe prej këtij në vazhdim edhe që ju pret janë realizime. Tani, për sa i përket ditës së ose dikush largohet nga jeta, ditën e mërkur, por që është diçka që pritej, domethënë nuk është diçka që ju vjen kështu befasisht. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që më në fund bëjmë paqe, domethënë gjejmë zgjidhje në një debat ose për një debat që ishte krijuar kohë më përpara, arrim të gjejmë zgjidhje, arrim një kompromis, arrim një marrëveshje, domethënë për situata komunikimi dhe bisedash dhe konfliktesh që mund të kemi pas me të tjerë ose edhe me veten tonë, konflikti brendshëm, atëherë le të themi që gjërat çeshohen, normalizohen dhe sqarohen ato që duhet të sqarohen. Mbaron pra një situatë e tillë, se ku do ishte në një marrëdhënie në çift, apo me veten tuaj sikur se ju thash, apo në shoqëri, apo në ambientin e punës, shumë si ka zgjidhet në favorin tuaj. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte unë do të thosha bëni shumë kujdes me financat. Nuk është momenti për të financuar, nuk është momenti për as për të dhënë hua, as për të marrë hua. Bëni kujdes juve femrat e martuara mund të bëni gabim dhe të ekspozoheni keq në sytë e bashortit dhe të shoqërisë dhe nuk do ishte gjë e mirë. Bëni kujdes juve meshkujt sepse diçka po e bëni gabim edhe ju. Në përgjithësi bëni kujdes në marrëdhëniet tuaja me femra të tjera, ka diçka do të lindi një debat me maman tuaj, me bashorten tuaj, me një proren tuaj, nuk do të ishte gjë e mirë, dhe sidomos nëse kjo është partner biznesi për ju, domethënë këtu ndani edhe fitimet dhe përfitimet tuaja ekonomiko-financiare. Pra sikur se tash nuk është momenti për të financuar, por gjithashtu duhet të mëmbroni dhe imazhin tuaj, statusin tuaj publik, sepse këtu edhe mund të ekspozoheni keq. Varet se çfarë, varet nga lëvizjet që do të bëni. Kështu që me shumë kujdes. Mundoni që punën tuaj ta dorëzoni në afatet e dhura dhe mos neglizhoni në total me çfarëdo gjëje duhet dorëzuar në
kohë, mos dalë emri keq në fjalë, si në punë dhe në aspektin personal, profesional, dhe për të gjithë juve që jeni personazhe publik dhe sidomos shisni imazhin tuaj, kujdes, nuk e di se çfarë gabimi mund të bëni aty, po dhe mund të ekspozoheni keq, domethënë. Thua them të gjë, po përsëris shumë mirë, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe tani në raste shumë të veçanta, bëni shumë kujdes me fëmijët tuaj, ju që jeni nëna, ju që po kërkoni të bëni nëna dhe shqyr o Zot, keni arritur të bini shtatzan të paktën, ruajni këtë shtatzani si sytë tuaj, okay? Do të thënë shumë kujdes me këto gjëra, ju lutem shumë. Nuk po them se po ndodh në një gjë, por kujdes, kaq. Kjo është kujdes. Për sa i përket ditës së dita e shtunë është ditë fati. Është ditë fati dhe ju ndihmon të rikuperoni në kohë për të gjitha gjërat që nuk i keni arritur dot. Kështu që një bisedë me një person që ju çel një derë për sa i përket profesionit, për shembull, jeni pa punë, ju premtoi diçka, arrini diku, lëvizje me punë, lëvizje brenda punës për një pozicion më të lartë, financa, mbështetje, dikush i mbështet ekonomiko-financiarisht, vjen një person që është duke se është i durin jetën tuaj, nuk e di është ditë fati, mundoni ta shfrytëzoni në total si të jetë e tillë, dhe për sa i përket ditës së ditën e diell do kuptoni se më kthim pas nuk ka, të gjitha informatat që keni dhe çdo informacion që siguroni dhe çdo informacion që vjen tek ju tregon pikërisht këtë gjë, që ajo që është e kaluar dhe s'mund të kthehet pas, dhe ju jeni detyruar të vazhdoni përpara, dhe edhe çfarëdo gjë që po prisnit, qoftë në lidhje me punën tuaj, me borxhe që mund të kishit, me pritshmëri në vija të përgjithshme që kishit dhe që u lidhin me të kaluarën, jeni detyruar t'i lini atje ku janë dhe t'jeshtë të vazhdoni përpara. Më të mirat ju presin përpara dhe jo më pas. Përshëndetje, një Vigjereshës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e cila nis me nis që sot dita e shtunë, Merkuri retrograd, atëherë kuptoni shumë qartë që rikthime, sa i doni këtë rikthime të Zotin më. Nëse unë nuk jam në favor të tyre, dhe sidomos të këtyre që do të ndodhin tani, megjithatë do ta keni kënaqësinë, besoj që të ridëgjoheni me individ të caktuar që u larguan ndoshta nga jeta juaj pa asnjë lloj qëllimi arsyeje dhe se morët vesh sepse. Këto kanë fjalën më tepër për ju të 10 ditë të parë, e njëjta gjë vlen jo vetëm për sa i përket partnerëve, por edhe për sa i përket kontratave të rëndësishme që për një arsye se një tjetër nuk ecën, do rikthehemi tani për t'i parë edhe një herë, sidomos ato kontrata me natyrë ligjore, notariale, por kthehen edhe armiq. Do të përballeni edhe një herë me armiq të cilët mendonit se i kishit hequr qafën, me sa duket jo. Por ju të 10 ditë të dytë, akoma ju jeni sërish të vazhdoni si të doni me të drejtën prej këtej në vazhdim, dhe edhe ju arrini objektiva dhe goxha qëllime në lidhje me kontrata, pune, oferta, propozime të reja që mund të bëhen në lidhje me punë. Me këto janë të rëndësishme, domethënë janë goxha të rëndësishme këto për ju, dhe përsa i përket jetës të tretë, pavarësisht se mund të jeni shumë çorb këtë periudhë, domethënë o Zoti i Madh, ç'a muaj është ky dhe ashtu është vërtet. Keni për të shpërbyer në fund të tij, kështu që me durim s'keni para asgjë akoma, por ka përqen e bukur për ju. Shumë e bukur do thosha. Pra durimi shpërblet. Për të zbuluar më tepër më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, po ju them edhe një herë, me parashikimet e muajit, dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, Trati, Vjenera Trati, dhe është Trati e keqe, ajo që vjen si goditje pas shpine. Nëse kjo është tratia, është manipulimi, është gënjeshtra, është ajo çka duket se është. Ndaj edhe kujdes me persona që ju vinë dhe ju shesin ecegjes çfarë, kujdes të mos mashtroheni, të mos gënjeni, të mos bëni gabime. Kujdes të mos jeni ju ata që mashtroni të tjerët. Por dhe në qoftë se këtu flasim për një dashuri të re, qoftë dashuri e re qoftë, ose e vjetër qoftë ajo, bëni kujdes, këtu diçka nuk është siç duhet. Kjo ditë ka këtë lloj tipari, ndaj edhe shumë kujdes. Dhe përsa i përket ekonomisë, financave, dhe përsa i përket personave që vinë jetën tuaj, dhe atyre që keni aktualisht, dhe në përgjithësi bëni kujdes. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë më tregon shumë qartë që nëse doni të vazhdoni përpara, atëre lëreri të iki atë çka ju mban pas në kohë. Dhe në të njëjtin moment që mendja kthjellohet dhe e pranon se me atë çka po pret,
nuk e pse e pret, qoftë kjo kthimi një personi, apo lajmërimi për një punë, për zgjidhjen e një problemi, për kthimin e të ardhur, kudo që ka ngecur mendja, nga momenti që thjesht e lë të iki, do të thënë po varja nuk mund të merrem me, do të nuk mund ta mbajmë vetëm peng duke pritur diçka që s'po vjen, po thjesht të shkoj çfarë do bëj përpara. Atëherë pikërisht në atë moment fillojnë të lëvizin gurët, siç e shkruajtur të shahut, ndryshe për ju. Pra jeni ju që lëvizni gurët e shahut me mendjen tuaj dhe fillon transformimi, fillon ndryshimi dhe është një ndryshim më i bukur për ju. Pra ditën e marr duket se e flini mendjen e përgjithmonë dhe zhbllokoni trurin nga motivet të cilat nuk ju lën testi përpara. Përsa i përket ditës së mërkur, e shikoj që dikush bëni kujdes nga individët të cilët janë kurreshtar për jetën tuaj, për punën tuaj, për arritjet tuaja, duket se jeni në lup, siç e shikoni edhe këtu, në investigim, se do të jetë ky një ish partner, se do të jetë një rival, se do të jetë, ju thash, ka rivalitet ky me goxha. Rikthen rivalitetin në jetën tuaj, punë e madhe ju prish puna juve, bëni punën tuaj ashtu sikur se ju e dini më mirë dhe vazhdoni përpara. Për të gjithëve pastaj që dyshoni se në jetën tuaj personale, profesionale, ka diçka që nuk shkon dhe doni të zbuloni se kush janë këta individ që po ju bëjnë keq, më them se e zbuloni. Bëni kërkimet tuaja edhe ju edhe do ja dini ta kuptoni se kush janë këta dhe ç'a halli kanë fundja. Okej, domethënë e arrini këtë gjë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është ditë që nuk e di, këtu mundësi ka ore, realizimi ka plot, dhe përsa i përket punës, dhe përsa i përket financave, dhe përsa i përket jetës në total. Do të thënë jeta juaj nuk është pa kuptim siç e shikoni ju, sepse ditën e enjte do të ndjeni të plogër, sikur s'ka mundësi realizimi, ose ato mundësi që u vi nuk janë të duhurat. Ato të duhurat janë ju nuk dini të shfrytëzoni ashtu siç duhet. Kështu që është një ditë e plotë, është dita e enjte, është ditë e lodhshme, është një ditë që përsëritet rutina, është një ditë që është e njëjtë me të gjitha ditët e tjera. Në fakt është në mendjen tuaj, sepse po ua them edhe një herë, aty ka mundësi të cilat nëse ju do i shikonit për ato çka realisht janë, ato që nuk arrini do t'i dalloni për ato çka janë, me të vërtetë jeta juaj do mund të ndryshonte totalisht dhe rrënjësisht. Dhe në qoftë se do pranonit ato oferta që po ju bëhen pa i paragjykuar që në fillim, atëherë do të kishit mundësi të kapnit dhe të sillni vërtet një ndryshim shumë të rëndësishëm në jetën tuaj, edhe përsa i përket financave, edhe përsa i përket realizimeve të tjera konkrete, praktike. Kujdes shpenzimet ditën e enjte, përsa i përket një borxhi duket sikur nuk po e shlyeni dot, por miqës po e shlyeni, po duket sikur po akumuloni dhe borxhe të tjera, ndaj edhe kujdes, për detyrimet që ju kanë akoma nuk po shihet asnjë gjë në horizont. Ky është dhe problemi. Tani, përsa i përket, do thosha vlerësojnë çik më tepër jetën tuaj, ose merrni kaq, nuk është kaq underrated, në kaq në nivel. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë që ju kujton fëmijërinë edhe një herë. Mund të takoni persona që keni shumë kohë pa i parë. Mund të dashurojeni edhe një herë, do ndjeni si fëmijë, sikur thua ti është ere pa që unë dashurojmë. Fillojnë ato fluturat përsërin në stomak si një herë një kohë. Kujdes ama, sepse nëse jeni në një marrëdhënie konkrete të konsoliduar, është gjuna që ta vini në një risk kaq të madh. Kjo është diçka e papritur, është diçka e çiltër, po sigurisht, por nga çiltërsia mund të kthehet shumë kollaj në diçka rrëmbyese, kështu që me të vërtetë që bëni kujdes. Sidoqë të jetë është një ditë që flirtojmë, sigurisht, bëjmë pjesë e flirtit, shijojmë jetën me ato pak kënaqësi që ka, takojmë tash, ne jepet mundësia të takojmë persona që kemi kohë pa i parë, mund të jetë një ex që kishim që në fëmijëri, që kishim na jepte një farë diçkaje, ose që kemi pas në rinin, në adoleshencë, nuk e di, por që diçka e tillë do jetë, nuk është diçka e keqe, nuk e ka natyrën e keqe, por që mund të turbulloj pak, mos lejoni të paktën të turbulloj, okay? Dhe është një ditë që shumë prej nesh kthehemi në origjinën tonë. Disa në kthim me pas përsa i përket fëmijërisë, kujtojnë momentet e fëmijërisë, disa të tjerë dashuri të vjetra, disa të tjerë thjesht kthehemi në bazën dhe rrënjën tonë, domethënë në familjen tonë. Ju që jeni larg e kanë fjalën. Po që ka të bëjë me ribashkime kjo, me ritakime, me gjëra të tilla për fjalë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë pak a shumë ka të njëjtën natyrë si dita e premte, vetëm se në këtë rast vin lajme nga larg ose vin lajme në vija të përgjithshme që ju hapin rrugën për realizimin e një objektivi tuaj. Ose ju jeni ata të cilët merrin iniciativa për të realizuar diçka të re në jetën tuaj. Do të jetë një objektiv i ri, një punë e re, një investim në financa apo në
do ndryshoni objektivin si profesion, pra ndryshoni profesion, do mendoni se çfarë mund të bëni tjetër për të shtuar të ardhurat, apo thjesht vjen një person i ri në jetën tuaj, çfarëdo gjë qoftë, thjesht përballeni me të ren. Ditën e shtunë që vjen për ju në jetën tuaj shumë e bukur dhe ju shpalos shumë mundësi të tjera realizimi prej këteje në vazhdim. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e gjithçkaje. Unë nuk e di se çfarë realizimesh këtu mbyllet, domethënë këtu sikur u arrit qëllimi final. Për secilin prej jush, arrit të fejohem, të martohem. Nisi ditën e shtunë, nëse për shembull juve ditën e po prisni dikë që të marrë një vendim për një fejesë, bashkëtesë, çfarëdo gjë qoftë e merr, dita e diel ju komunikoj dhe vendose data. Mund të jetë dita që ju bëhet një propozim shumë i rëndësishëm pune. Çfarëdo gjë qoftë është gjithë bota është e juaja dhe përkon me arritjen e një objektivi shumë të rëndësishëm për ju. Varet se çfarë është ky objektiv. Përshëndetje, përshëndetje peshores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe parashikimet e javës për shenjën tuaj. Parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Kështu që nuk hezitoni, shkoni, më dëgjoni, shihni se çfarë ky muaj ju sjell. Unë do i thosha sjell gjëra shumë të bukura, por me kujdes. Mjafton të jeni me këmbën në tokë, mjafton të mos nxitojeni, mjafton ta shikoni realitetin për atë çka është, mjafton të jeni vetvetja, çdo gjë mund të vej shumë okay. Ju të 10 ditët të fundit keni ngjarje të njëpasnjëshme brenda këtij muaji, herë me realizime, herë me zhgënjime, herë me frikë dhe me pasiguri, herë me vendosmëri për t'ia dalë, situata duket se përmirësohet goxha pas datës 13, sido që të jetë. Për ju të 10 ditët të parë Merkuri retrograd në shenjën e Shigjetarit, është një shenjë që ka të bëjë me komunikimin, ka të bëjë me kontrata të rëndësishme, ka të bëjë me kontrata pune, ka të bëjë me mutra vlezër, nuk e di, do i shikoni, do i shqyrtoni dhe njerë këto gjëra, të shkojmë se ku do arrini, çfarë do arrini të realizoni, ju të 10 ditët të fundit tam. Kështu që ju të 10 ditët të dytë nuk kemi ndonjë ngjarje kushtet se çfarë, prandaj dhe po ju them. Por më shumë më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit. Për sa i përket pastaj parashikimeve në privat, pra për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së hënë, merrni vendime të rëndësishme, ma thash. Dita e hënë është dita që ju kërkon të ndani mendjen se çfarë do realizoni apo duhet të realizoni prej këtej në vazhdim. Pra, o me njëri person do jesh, o me personin tjetër. O në këtë vend pune do jesh, ose në atë vend pune tjetër. Pra, ju duhet të merrni një vendim. Nuk mund të ndihmoj askush në marrjen e këtij vendimi sepse është pjesë e karmës tuaj dhe e fatit tuaj prej këtej në vazhdim. Vetëm duhet ta përshkoni këtë udhëtim, vetëm duhet ta bëni këtë, do ta merrni këtë vendim, kështu që thjesht zgjidhni. E keni parasysh, nuk ju ndodh asgjë keq. Nuk është se kjo rrugë është më e mirë se rruga tjetër. Thjesht duhet të vendosni. Do të thënë çdo gjë është thjesht merre vendimin. Kaq. Të tjerat ecin mirë. Për sa i përket ditës së martë, është pak a shumë po e njëjta gjë, do të thënë duket sikur gjysmën e një realizimi e keni, dhe po prisni edhe gjysmën tjetër, sido që të jetë do bëhet e plot kjo gjë ditën e martë, por unë kam frikë se mos ju zë ajo grupsia, si themi ne, domethënë mos bëni tamaqar dhe vërtet e arrini diçka, por pastaj filloni më mirë të arritën, po tani çfarë do arritën gjë tjetër më të madhe. Unë po them, kënaquni një herë me këtë gjë që po vjen në jetën tuaj, këtë objektiv që po e arrini, sepse edhe për këtë nuk u lodhët pak, goxha jeni lodhur, dhe nëse pastaj më tutje vjen diçka më e madhe, atëherë bujrum. Por si fillim, do të shfrytëzoni këtë një mundësi që u vjen ditën e martë, që mund të jetë për çështje pune, dashurie, çfarëdo gjë qoftë, financiare, e mera. Përsa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur për të gjithë juve të cilët e shikoni që marrëdhënia juaj nuk po ecën, sado që po mundoheni, po përpiqeni, nuk po ja dini dot ta mbani në jetë, atëherë po shihni që po merr fund dhe ka shumë gjasa që të marrë fund, ose do jeni në një proces të tillë që do mendoni për divorc ose thjesht jeni duke e mbyllur një muhabet në çift gjithmonë, ose në një bashkëpunim, me një person që thjesht nuk ecet. Përsa i përket ditës së ejte, dita ejte jemi larg pamës, shikojmë drejt së ardhmës, dhe çfarë ardhmja mund të na sjellë. Këtu me vendosmëri të madhe, por pa arrogancë, duke evituar pra arrogancën, duke mbajtur larg nxitimin, sikurse ju thash,
s'po vjen fjala, por sido që kujdes me arrogancën njerë, kujdes me nxitimin, kujdes me euforinë, them se jeni në momentin e dur për të planifikuar gjëra të rëndësishme, sepse do të jetë ky një vendimarrje për të ikur diku jashtë shtetit, për të ndryshuar vend pune, për të ikur nga një marrëdhënie dhe për të filluar diçka të re, për të rendur drejt lirisë tuaj, varëse çfarë do jetë kjo, po ju them, njofton ta keni mirë menduar këtë gjë, ta keni mirë parashtruar vetes tuaj dhe të tjerëve që ndoshta mund të jenë të përfshirë në këtë proces, le të themi që doni apo s'doni ju, e ardhmja juaj ka për të ndryshuar dhe ka për t'ju çuar shumë mirë. Dhe për të gjithë juve që jeni lodhur strapacuar për ta pasur këtë lloj realizimi, keni për t'u shpërblyer me të vërtet shumë. Mjafton të keni vetbesim tash. Dhe çdo gjë është e mundur gjatë ditës së enjte dhe sidomos në lidhje me plane tuaja afatgjata. Kësaj here. Për sa i përket ditës së premte, o zoti ma sa bukur, do me thënë çfarë të them, dita e enjte dhe dita e premte duket se janë suksesi maksimal për ju dhe nuk dit t'ja vë emrin vetëm një fushë të jetës tuaj, sepse ju prek në total, do me thënë si përmarrja, biznesi, dashuria, familja, nuk e di, bollëku, të gjitha i keni, do me thënë shëndeti i mirë, dita edhe një për përsëris, e enjte dhe e premte, duket se ju jep mundësinë e një realizimi shumë të madh, që vërtet besoni për një kohë shumë të gjatë do e shijoni në jetën tuaj, ju ndryshon jetën krye kaput, por ju ndryshon shumë për mirë. Çfarë do gjë qoftë, ajo një gjë, thash është shpërngulje jashtë shtetit, ose lëvizje me vend pune, ose një njohje dashurie re, ose vendos të martohen fejuem nuk e di, çfarë do gjë qoftë, sjell një realizim shumë të madh dhe për ju që jeni si përmarrës, aktivitetesh të vogla ose të mëdha, biznes, juve që jeni në spektakël, artista, ose thjesht në botën e bukurisë, atëherë duket se dhe estetikës, duket se diçka shumë e madhe po vjen në jetën tuaj. Për sa i përket, njëjta gjë vlen edhe për krimin e familjes, sikur se tashëm, të jetë një fëmijë duke ardhur, për të gjithëve që këtë kishit ëndër dhe këtë doni të realizoni. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë tani, e martë, mërkur, enjte, premte, e shtunë, dita e shtunë ka të vështirësitë e veta, do me thënë, do shikoni që jo çdo gjë është e mundur të realizohet ditën e shtunë, mund të keni vendosur planet të caktuara, po ato duket sikur prishen, dalin do me thënë detyrime ose dalin problematika të ndryshme që shtyn realizimin e gjërave që doni të arrini, do me thënë pikërisht ditën e shtunë. Pra është të tillë me kujdes merreni, arrihet objektivi në fund të kësaj dite, por thjesht me një shije të hidhur, këtë shije jo fort të mirë. Për sa i përket pastaj ditës së diel, do ju thosha kujdes tundimin, kujdes mashtrimit dhe gënjeshtrin dhe kujdes manipulimit, sidomos me persona që mund të kthehen nga e kaluara për t'ju tronditur edhe një herë, ose persona të cilët janë toksik në jetën tuaj. Kujdes toksiciteti në vijat të përgjithshme, qoftë se ky buron nga individ të tjerë, ose nëse buron nga vetë ju me veten tuaj. Dhe vazhdoj me shenjën e akrepit, mirë se më vini përsëri këtu, ja ku jemi përsëri Zodiac Oracle, përsëri në parashikimin e javës për shenjën tuaj. Deri më tani do doja jam shumë kurioztare të di se si muajin e keni pjesa më e madhe prej jush. Si dhe qenit t'jedi që i pari, i dytja apo i treti, që i treti akoma s'ka parë asnjë gjë, pak më vonë do shikojmë se çfarë tronditet përsëri në jetën tuaj, sa vjen një dashuri e re, apo një mundësi e re investimi, apo fitime të papritura, sido që të jetë prap ndryshimet keni në jetën tuaj, juve të 10 ditësh të fundit, më tepër do i keni këto të theksuara nga data 13 në vazhdim, keni për t'i parë, por ju të 10 ditësh të parë Merkuri është retrograd, normalisht është një shenjë që për ju përfaqëson financat, vlerat, parimet, kështu që ju vë përsëri në një moto të menduarit se si mund të rikuperoni në financat tuaja, por ju çon edhe në shpenzime, me thënë të drejtën, kështu që do më bëni kujdes. Ju do të jeti që të dytë ishit në ndikimin dhe akoma vazhdoni të jeni deri në datën 20 të hënës së re në akrep, po kjo vlen më tepër për këto 10 ditë të fundit, jemi të ndarë goxha brenda këtij muaji, sido që të jetë edhe ju me marrëveshje të rëndësishme, me individ të rëndësishëm të jetës tuaj, me partneren tuaj, duket se keni akoma gjëra për të zgjidhur dhe për të sistemuar. Sido që të jetë, shumë prej jush ndryshojnë pozicion pune ose thjesht punë brenda
këtij muaji, për më shumë më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle sepse do zgjatet shakot. Atje keni mëse të sqaruara me 10 ditë si po përshkruaj edhe këtu, nuk mbetet asnjë gjë e pasqaruar. Më ndiqni pra aty. Për parashikime personale më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, me insistim, me forcë, me përkushtim, ndoshta edhe pak arrogancë atë ku duhet, them si ja dilni të realizoni një objektivin tuaj shumë të rëndësishëm, i cili dhe ju ka marrë kohë, domethënë ndoshta ka nisur që në gusht për shkak, ndoshta është diçka që i përket gushtit si objektiv, si realizim, që tani me sa duket ja dilni, se ka të bëjë me shëndetin tuaj, me punën, me financat, me dashurinë, apo me familjen tuaj, çrënd si ka një objektiv i cili lidhet me këto fusha, duket se arrihet dhe ju shpërbleni, pra dhe monetarisht dhe financiarisht dhe psikologjikisht, por edhe moralisht, të gjitha këto së bashku. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë kemi një rikthim, dhe unë flash, rikthime kemi këtë muaj, sigurisht që i kemi këto rikthimet e mundshme. Pra dikush kthehet për t'u sqaruar, me sa duket, se çfarë do bëni pastaj lidhje me këtë gjë, nuk e di. Pra dhe dikush kthehet në jetën tuaj, por dhe nuk mund ta përjashtoj faktin që ju mund të kërkoni të ktheni në jetën e dikujt tjetër. Sqarime do i keni. Çfarë do bëni pastaj me këto sqarime, me këto gjëra çfarë do thuhen apo me këto mundësi nëse do jepen apo jo? Këto ta vendosni ju të dashurit e mirë. Nuk e di. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është ditë që të paktën për çështje ligjore, gjyqësore, administrative, çështje pune, karriere apo thjesht realizimit në jetë, duket se ju sjell një mundësi shumë të rëndësishme, por është ndër ato mundësi të cilat nuk janë thjesht një fjalë, por që janë diçka konkrete. Është një kontratë e rëndësishme, është një çfarëdo gjë qoftë është konkrete, pra nuk mbetet në ajër, nuk është thjesht bisedë filozofike, nuk është mendim filozofik, nuk është qasje e tillë, është konkrete. Të bëhet një ofertë pune, një propozim pune, zgjidhet një çështje ligjore, me zyra të rëndësishme nëse kishit probleme zgjidhen dhe këto dhe ecni përpara dhe si përpara shumë mirë. Ktu fati është me anën tuaj dhe besoni kur ju them, ju sjell diçka shumë të madhe që ka për të qëndruar në jetën tuaj. Vërtet të madhe, si realizim. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte, po ja ku jemi, si dita e mërkurë dhe dita e enjte sjellin, pra themi, kemi të bëjmë me shpresën, me shfrymozimin, me realizimin, me një ëndër që thjesht kthehet në realitet dhe nuk është thjesht cila do ëndër, është ai një objektiv që ju kishit vendosur vetes tuaj, se ai ishte kjo realizimi në dashuri, apo edhe kur flas për dashuri, po flas për një fejesë, martesë, bashkëjetesë, ardhja një fëmije në jetë, një bashkëpunim shumë i rëndësishëm, shkëlqimi i yllit tuaj, nëse jeni si përmarrës apo nëse kërkoni të bëni personazhe publik ose keni një publik tuaj, nëse në përgjithësi le të themi që fama juaj rritet, jeni më të kërkuar që jeni si përmarrës, për shembull, klientela juaj shtohet, gjëra të bukura janë këto, nuk e di, le të themi është një moment për rinovimi, ringjallje, rikuperimi për ju dhe çdo gjë vjen në favorin tuaj. Domethënë është një moment rigjenerimi që vjen me arritjen e një objektivi shumë të rëndësishëm, e tham këtë gjë, pra e mërkura dhe etja janë shumë të rëndësishme për sa i përket arritjes së një objektivi dhe për sa i përket ditës së premte, shpëtoni nga rreziku për çime. Do të thotë që për të gjithë juve që ishit në një situatë që as vetë nuk e dinit me sa rrezik të lartë ishit, për shembull, ishit me një person, por nuk e dinit se sa i rrezikshëm ishte ai person për ju. Ndarja me të do të jetë me të vërtet shpëtim për ju, ose nëse për shembull kishit nënshkruar një kontratë pune, por që ishte kurth mashtrim, duket se arrin në momentin e fundit të shpëtoni nga kjo gjë, mos të postoni humbje, në qoftë se ishit duke investuar në diçka, edhe kjo gjë, me sa duke ishte mashtrim dhe duke mos u realizuar kjo gjë, ju përsëri shpëtoni. Domethënë për çfarëdo gjëje mund ta quani në kushte të tjera një katastrofë të jetës tuaj, me këtë që ndodh këtu, pra me një ndarje, me një mos realizim, duket se shkatërimi evitohet. Pra, jeni të mbrojtur nga çfarëdo gjëje e keqe, negative, rrezikshme ditën e premte. Pra, asgjë e keqe nuk ju ndodh. Edhe sikur të ecni drejt atij rreziku, sigurisht që nuk pësoni gjë. Këtë dua të them. Jeni të mbrojtur nga çfarëdo gjë të keqe. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë sjell vërtetësi, dashuri, fjalë të sinqerta, rikuperojmë
marrim veten, rigjenerohemi, si thua është kalon vështirësia ose pas shiu gjithmonë del ylberi, themi, dhe dielli, kështu imagjinojeni edhe ju, në varësi të gjërave që mbyllen, mbarojnë në jetën tuaj, në varësi të kapitujve që secili prej jush po mbyll, duket se nis diçka e re, ose pas një turbulencë të caktuar që keni kaluar, duket se gjërat hyjnë përsëri në shina, pra normalizohet situata. Këtu me të vërtet linjë dashurie vërtet, ose në qoftë se keni këtë në jetën tuaj, pavarësisht rrezikut që tash mund të kaloni ditën e premte, çdo gjë normalizohet dhe stabilizohet, dhe ajo çka vjen prej këtij në vazhdim është thjesht një premtim se çdo gjë ka për të shkuar shumë mirë. Është dashuri e pastër dita e shtunë, me çfarëdo gjë dashuria sjell me vete. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel ju tregon që pra jeni në atë fazën e kaloj një vështirësi të caktuar dhe pas vështirësisë çdo gjë ndryshon dhe riorganizohem, por në një mënyrë ndryshe. Domethënë, vazhdon çdo gjë atje ku la, por ndryshe. Kështu që ky është moment transformimi për ju, asnjë gjë nuk do të mbetet më ashtu siç ishte, por mënyra se si riorganizohet jeta juaj dhe ristrukturohet është shumë herë më e mirë se sa ajo çka ishte deri më tani. Pra mos keni frikë nga ndryshimi dhe transformimi, besoni, pavarësisht se mund ta vuani pak si fillim, do kuptoni në fund që ishte gjëja më e mirë që ju ka ndodhur ndonjëherë. Përshëndetje shigjetari, dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë që sot dita e shtunë nis me Merkur retrograd, do ta ndjejmë në ditët e vazhdim më tepër atë kur të vendoset tamam aty, do ta ndjejmë atë ndikimin. Për të gjithë juve që e keni retrograd, nuk do sjellë shqetësime, përkundrës do sjellë mundësi për tu riangazhuar me situata që duhet zgjidhur dhe zgjidhen përgjithmonë. Ju ndihmon të arrini atë një kontratë pune që doni të arrini të kapnit, një mundësi që doni të kapnit, por sido që të jetë me kujdes, në përgjithësi me kujdes. Ju ndikon më tepër juve të 10 ditësh të parë, sigurisht që të sjell individ nga e kaluara, por nuk është vetëm kjo çështje, do sjellë thjesht individ, do sjellë dhe situata, sikur se thash, dhe mundoni secili të arrini ato objektivi që doni të arrini, sidomos për juve që e keni retrograd në hartën tuaj, pra kur keni lindur e keni pas Merkurin retrograd, dhe sidomos nëse keni pasur në shigjetar. Për gjithë do të jetë pastaj thosha kujdes bisedat të rëndësishme që bëni, kujdes marrëveshjet të rëndësishme që doni të mbyllni, kujdes me kush kthehet apo duhet të kthehet nga e kaluara, kujdes me këto gjëra. Ju të 10 ditësh të dytë të qetë jeni për të vazhduar përpara me objektivat tuaja, nuk është se kemi ndonjë shqetësim me thënë të drejtën këtu. Çështje familjare do thosha më tepër keni mundësi të zgjidhni brenda këtij muaji, ju të 10 ditësh të dytë. Një çështje rezidence, banese, trashëgimie, gjëra të tilla, ose një çështje që ju lëndon dhe ka munduar goxha në lidhje me të kaluarën tuaj. Kujdes personat e moshuar të familjes tuaj juve të 10 ditësh të dytë, sido që të jetë për më tepër më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle parashikimet e muajit. Juve të 10 ditësh të tretë keni ndryshime çdo ditë të muajit, por në fund vjen dhe shpërblimi. Atëherë për sa i përket tani parashikimeve personale, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë i thot paramarsh. Paramarsh u mbyll një cikël, i kumbaroi, u ndat. Shumë shigjetar janë ndarë, dhe disa mund të jenë në proces ndarje, divorci, nuk mund të them, por sido që të jetë të gjithë po mbyll një cikël të caktuar në jetën tuaj, me individ që largohen, me situata që mbyllen, të mira, të bukura, të këqija, se do qofshin mbaruan, dhe thjesht vazhdojmë përpara. A do jemi me rikthime, rishikime, ribërje gjërash, po sigurisht do jemi, por që pavarësisht kthimit të kokës pas, e ardhmja është përpara. Kështu që se të kërkoni të ktheheni pas, po ju them edhe një herë, nuk do arrini dot. Ditën e hënë ato gjëra të cilat diskutoni, analizoni dhe vendosni, i referojnë të ardhmet së largët. Kështu që mund diskutoni për çështje pune, por çdo mbetet për të realizuar shumë më vonë në kohë, ndoshta në 2026 ose muajin që vjen. Nëse po flasim për për ndërtimin e një banese, për shpërngulje me banesë, për krimin e familjes tuaj, kjo do mund të ishte brenda këtij muaji, më tepër nga fundi i muajit, por që sido që të jetë e ardhmja ju thoret dhe është përpara. Ama të ardhmen e mendoni, rishikoni, shqyrtoni dhe bisedoni për në lidhje me të ditën e hënë pikë së pari. Për sa i përket ditës së martë, edhe ato pak gjëra që kanë mbetur dhe që duhet të largohen, do largohen. Domethënë, mendimi i dikujt që nuk kthehet më në jetën tuaj, kështu që nuk mund të rini murgesha dhe murgjër.
por që duhet të vazhdoni përpara. Një lajmërim që u prisni për një vend pune që nuk vjen, punë e madhe ka punë të tjera plot. Pra çfarëdo gjë qoftë që ju ka lënë çik pezun në vend numero, mbaron këtu. Mbyllet ditën e martë. Tani në qoftë se në lidhje me shëndetin tuaj ju keni bërë gati sallën e operacionit për të nështruar një ndërhyrje kirurgjikale, atëherë ju del me sukses. Për sa i përket ose për shlyerjen e një borxhi për shembull, dita e martë favorizon goxha dhe ja dilni. Pra e mbyllni një çështje, e mbylli përfundimisht aty që ju ka shkaktuar goxha dëm psikologjik dhe emotiv pikë së pari, po dhe financiar dhe material pikë së dyti. Atëherë për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që zbuloni një tradhtar, po të shtipit tradhtar, dikush i cili ka qenë me ju për çështje interesi, financash. Pikë së pari, dhe ky person ka qenë partnerja juaj ose në tendencë për të bërë e tillë, do të thënë i dashura, ose dhe bashortja mos e zoti jetë kështu, por sado që të jetë në këtë konkluzion do arrini. Dhe kjo gjë nuk është e thënë se s'bën të jetë vetëm të përkatësi vetëm me çështje personale, mund të jetë shumë mirë dhe një çështje profesionale. Pra, si në punën tuaj apo dhe në dashuri, kuptoni që dikush me ju ka qenë për interes ose ka parë më tepër interesin tek ju se sa ka pas thjesht ndjenjën. Për sa i përket ditës së enjte, jeni ju këtu, besomëni, nuk po vjen ajo çka kërkoni të vi, sepse nuk jeni mjaftueshëm të sintonizuar, të sinkronizuar me momentin, pra me atë çfarë kërkoni të realizoni. Kështu që me qetësi, mundon të jeni tolerant në kësaj dite, acarimi nuk ju ndihmon, nervozizmi nuk ju ndihmon, mundon të jeni praktik, metodik, nëse doni t'ia dilni me një çështje pune ose me një çështje dashurie. Por po ju them, nëse se shikoni që gjërat nuk arrin sepse ju vetë të parë nuk jeni të qetë dhe përveç kësaj ka frikë se me pasigurinë, paqartësinë dhe vendosmërinë tuaj jeni ju ata të cilët do i prishni punë betes tuaj. Kujdes me këtë gjë. Për sa i përket jeni të çakorduar ditën e enjte dhe ju prish punë kjo, dhe me persona, dhe me situata, po dhe me punë. Për sa i përket ditës së premte pastaj, dy letra, po të dyja se çfarë pse mos i marrëm të dyja? Dashuria triumfon, po si triumfon more të dashurit e mi, kur ju kuptoni se që të arrihet kjo gjë, pra si objektiv, pra të gjeni personin e dur, nuk sakrifikojmë me persona që s'ia vlejnë. Pra pasi ju kuptoni gabimet që keni bërë dhe tani afër në kohë, duke besuar personave që s'duhet të besoni, duke u sakrifikuar persona që s'duhet të sakrifikoheshit, duke u angazhuar me persona problematik që ju kanë marrë me vete dhe ju kanë zhytur në ujërat e thella të pasigurisë së vet. Pra kur kuptoni se nuk vjen lumturia duke sakrifikuar ju të parët veten tuaj, atëherë keni mundësi të hiqni qafe negativitetin dhe bllokesat dhe të gjeni vërtet diçka të hajrit. Kështu që e premtja besomni nuk ka mundësi të mos sjellë ose një dashuri të re që ju shpërblen vërtet shumë dhe qëndron në jetën tuaj, ose një person i cili ju hap sy dhe ju tregon se çfarë realisht keni nevojë, kush jeni ju realisht dhe për çfarë ju nevojitet në jetë dhe nga se duhet të largoheni, domethënë çfarë duhet të mbani larg në jetën tuaj. Për të gjithë juve pastaj që keni pas problematika të caktuara në marrëdhënien tuaj dhe nuk dini se çfarë shpjegimi logjik të jepni, sepse varet se çfarë ka dhe njerëz që sa duan të mirën, atëherë le të themi këto gjëra kalojnë edhe arrihet rikuperon marrëdhënia juaj, e gjeni veten përsëri tek njëri tjetri dhe çdo gjë shkon drejt normalitetit. Por në përgjithësi le të themi suksesi, arritja dhe lumturia janë vërtet pjesë e jetës tuaj ditën e premte. Dhe për çfarëdo gjëje ishte problem, ju them ngecje dhe negative, bllokes, nuk ekziston më. Pra dashuria, paraja, harmonia, objektivat, të gjitha këto duket se arrihen, por pasi të keni kaluar një periudhë goxha të vështirë, pjesa më e madhe prej jush. Atëre, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ja dedikojmë vetes miqënies tonë fizike dhe mendore pikë së pari. Kthehemi përsëri në kohën kur ishim fëmijë, të shkujdesur dhe duam ta përjetojmë përsëri atë moment, domethënë të mos i marrë gjërat seriozisht,
të mos mendosh për të ardhmen, se kam, se s'kam, financa, puna. Pra është një ditë që doni ta kaloni të shkujdesur në praninë e miqve tuaj dhe të vendeve ku ndjeni mirë. Ktheni edhe një herë në origjinë të kujtoni se si e nisët jetën tuaj dhe se sa ëndra lë pas, dhe se ndoshta ka një moment që të rishikoni këto ëndra dhe ti rishqyrtoni dhe pse jo dhe ti bëni realitet. Është momenti për t'u angazhuar me fëmijët tuaj, me një përmbesa se çfarë keni, ju që jeni moshë më e madhe, dhe në lidhje me fëmijët tuaj duket se merrni dhe një lajm shumë të rëndësishëm, shumë pozitiv, ose ajo çeltërsia juaj duket se nuk e di, shërben si magnet dhe të rresh në jetën tuaj individ të cilët ju pëlqejnë, por edhe ju japin mundësinë për njohje dhe dashuri të reja. Për sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita që dalin hapet thesi dhe s'ka të sosur dhe çfarë duhet të dalin sipërfaqe, del pra këtu dalin ore njerëz të fsheta, plot sa të doni ju, skandale, po. Të fsheta, po. Mashtrime gënjeshtër çfarë mund të keni pas, po. Se i zbuloni këto vetë, ju vetë do i zbuloni, por nuk e di pse po ju ha kurizi, sido që të jetë, do përballen me të vërtetat për të cilat menduat se ishit gati, ti dëgjonit, por në fakt nuk është kështu. Sido që të jetë e vërteta troket në derën tuaj, është e pashmangshme dhe do ju lëndoj, por më vonë edhe do ju shëroj. Kështu që kështu mbyllet java për ju. Përshëndetje një Briciapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Për parashikimet e muajit sigurisht më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, aty do gjeni parashikimet e muajit të ndara sipas diçve, siç e kemi nisur në fillim të rrugëtimit tonë aty. Por ju të ditë që të parë, kjo është një javë që nis me Merkur retrograd, që do të thotë çfarëdo gjë ka lidhje me të kaluarën, ju kthehet dhe rikthehet edhe një herë si kujtim për të bërë ndryshime, për të bërë paqe me veten, për të shpëtuar nga çfarëdo gjëje është e ngecur dhe nuk ju do të zhvilloheni, por i shfaqet frika dhe po është një moment që çdo gjë diskutohet duhet të diskutohet me pas dyerve të mbyllura, por edhe duhet të keni kujdes, sepse ashtu sikurse ju mund të jeni duke planifikuar gjëra të cilat tjerët doni t'i marrin vesh, ashtu edhe për ju ndoshta po planifikojnë gjëra që ju s'duhet i merrni vesh. Domethënë kujdes dhe mashtrimet, gënjeshtrat, manipulimin, armiqtë fshet, të keqen në përgjithësi. Por është edhe momenti shumë i bukur sikurse ju thash, edhe arrini të bëni një farë paqe me veten, të shkodoni trurin tuaj, të zhbllokoni trurin tuaj, pse jo. Por ju të dieni që të dytë vazhdoni të lishëm me objektiva që keni dhe që doni ta arrini dhe përsa i përket dashurisë dhe përsa i përket realizimeve tuaja, sipërmarrjeve tuaja në total, deri në datën 20 keni mundësi të mendoni, shqyrtoni, analizoni, sistemoni nëse doni, të arrini diçka, por ju të dieni që të fundit prisni avash erdhi përsëri Urani në shenjën tuaj. Edhe për pak edhe një herë do ju trondisi dhe do vi të mbylli ato çështje që ende nuk u mbyllën. Me thënë që aty nga pranvera mbetën pezull, disi, vjen me dashuri të reja, me dashuri flesh, rufe, me lajme rufe, me ndryshime rufe, po çfarëdo gjë e qoftë është tash ai ndryshimi i fundit që duhet të bëhet me se s'bën në mënyrë që ju të shijoni atë çka duhet të ndryshojë fundja dhe në jetën tuaj. Por që nejse, për më shumë ju thash më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle. Për parashikime personale pastaj, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për kë po flisja për Briciapin. Më falni, ku po flisja për Uranin, e kisha fjalën për Demi, në fakt do kthehet në 10 ditëshin e fundit të Demit, për ju edhe një herë sjell dashuri të papritura, një fëmijë që mund të vi papritur në jetën tuaj, një sipërmarrje që vjen papritur në jetën tuaj, domethënë të tilla gjëra. Bëra një vajti mendjen tjetër në atë. Çon si ka, më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle. Përsa i përket ditës së hënë tani, dita e hënë vazhdoni punën siç e keni nisur, sepse për këtë projekt në të cilin jeni angazhuar dhe po mundoheni që ta çoni deri në fund, po jeni në një rrugë shumë të kënaqshme, po ja dini shumë mirë dhe thjesht vazhdoni kështu si e keni nisur. Domethënë shumë shpejt i bie që për çështje pune, për çështje edhe personale, varet se ku secili prej jush është angazhuar dhe po jep mundin dhe djersën dhe shpirtin e vet, aty dhe ka për të realizuar shumë mirë. Po që jeni në një rrugë shumë të mirë përsa i përket realizimeve tuaja dhe ja ku do shikoni, domethënë dhe e hëna dhe Marta
ju tregojnë që për këtë objektiv që keni nisur dhe këtë qëllim që keni dhe doni ta realizoni, duket se çdo gjë ju del me një sukses shumë të madh. Pra dhe e Hëna dhe e Marta ju favorizojnë në lidhje me këtë gjë. Për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita që është mirë të jeni të hapur dhe të tjerëve. Për çfarëdo gjë keni nevojë, ju duhet ndihmë, flisni, ju duhet mbështetje, po, kërkojeni, ju duhet mirëkuptim, pse jo. Pra, mjafton të jeni të hapur, të sinqertë me të tjerët, po dhe me veten, ndihma nuk ka për t'ju munguar. Kështu që do kuptoni gjithashtu se e vetmja që mungonte dhe që duhet të bëni është thjesht të kërkoni ndihmë. Kështu që ndihma vjen pikërisht në atë moment kur ju doni që të ndihmoheni dhe në qoftë se në jetën tuaj personale keni ngecur dhe mezi po prisni të vijë një dashuri e re, jeni të hapur kundrejt kësaj gjëje, po jeni të hapur me objektiv, do të thotë dua pikërisht këtë gjë. Dhe mos thoni nuk dua vuajtje, se vuajtja do ju vi përsëri. Dhe mos harroni që siç rezononi nga së brendshmi, ai realitet ju vjen dhe si jashtëmi. Kështu që thjesht mjafton të dini se çfarë kërkoni ditën e Mërkur dhe ajo ju vjen si në formën e ndihmës, të mbështetjes ose të një dashurie nëse e doni dhe kështu. Përsa i përket ditës së Enjte, dita e Enjte nuk është momenti mirë për investime dhe nuk besoj se do merrni dhe lajme të mira në lidhje me investim që mund të keni bërë ose mendoni që të bëni, domethënë në lidhje me investime, në lidhje me punën, në lidhje me aspektin praktik të diçkaje që doni të zgjidhni si problematik, duket se nuk zgjidhet tamam ashtu siç e mendonit ju, madje has në problematika ditën e Enjte. Kështu që merrni gjërat me kujdes. Mundoni edhe ju të jeni çik të ekuilibruar, mundoni ta merrni me qetësi këtë gjë. Do realizohet ndoshta në një moment tjetër, po diçka dhe ju e keni bërë gabim që keni çuar në këtë lloj stadi. Pra, duke se kuptojtë të shumë mirë, po që në moment caktuar nuk e se çfarë gabimi keni bërë dhe e ngecët këtë gjë. Dhe lajmet që merrin tani nuk na favorizojnë. Dhe njëjta gjë vlen edhe për sa i përket ditës së premte, do të thonë dhe të Enjten dhe të premten, duken qartë gabimet që keni bërë në lidhje me financat ose me investime ose me çfarëdo gjëje kishte të bënte me punën, karrierën edhe aspektin material të jetës tuaj. Do të thënë këtu do duket ajo çfarë u nis, por nuk kubitis dhe për shkak të, nuk e di, të keq menaxhimit tuaj të situatës, jeni në kushte të tilla tani. Keq më vjen, po çfarë të bëj? Për sa i përket ditës së Shtunë, pastaj dita e Shtunë është një ditë që duhet të kujdeseni për personat të moshuar që keni në familjen tuaj, duhet të kujdeseni për shëndetin tuaj gjithashtu. E keni lënë vetëm pas dore, me të drejtën dhe duhet të kujdeseni përsëri për veten tuaj, kujdes shpenzimet, mund të dalin shpenzime të paparashikuara ose ju të bëni shpenzime kompulsive, janë si janë mirë, dajtë harxojnë janë sa para, shtohet ashtu problemi, nuk paksohet. Përveç kësaj është një ditë që thuhen fjalë të sinqerta, sqarohen disa gjëra duhet sqaruar, ama me persona që kanë një moshë të caktuar, të ju lidhi puna, do të thotë që keni diferencë moshe, janë më të moshuar se ju, por fjalët që do të thonë janë shumë të sinqerta, do të thonë janë fjalë zemre me të vërtetë dhe ndoshta po të jeni të sinqertë mjaftueshëm, le të themi që diçka ju vjen si shpërblim edhe juve. Për sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita që ktheheni pas në kohë, shikoni se si e nisët këtë rrugëtim të paktën të këtyre viteve të fundit dhe ku jeni aktualisht. Ka gjëra që do i pëlqejnë, ka gjëra që nuk do i pëlqejnë, pjesërisht në pjesën më të madhe të gjërave do të jeni krenar për veten. Sido që të ketë ardhur situata, sido që të jetë krijuar realiteti, por ato që keni kaluar ose në lidhje me ato që keni kaluar dhe keni arritur do të ndjeni krenar me veten tuaj, se nuk ja keni dalë të keq, mirë ja keni dalë. Por do kuptoni gjithashtu se mund t'ja dilni dhe më mirë dhe i bëni premtimin vetes se vërtet kështu ka për të qenë. Prej këtij në vazhdim ju zotoheni që t'ja dilni më mirë dhe keni për t'ja dalë. 2026 ka vërtet për t'ju shpërblyer në lidhje me ato çka kërkoni të arrini. Përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Parashikimet e muajit i gjeni ende në YouTube Zodiac Oracle. Është një muaj shumë i rëndësishëm për ju, disa vendosin të fejojnë, të martojnë, të bashkëjetoni, disa të tjerë të ndajeni sepse ashtu ka ardhur momenti, disa prej ju që kanë thënë unë më të fejoj, martohem,
do vi urari, do ju shkundi vëllim me i dashuri që as të prisnit fare të vinte në jetën tuaj, por sido që të jetë me kujdes për sa i përket financave, me kujdes bisedat, çfarë do gjë mund të bëni në ambientin tuaj shoqëror, nëse ju propozohet të bëni pjesë e një grupi shoqëror, kulturor, artistik, nëse jeni domethënë para projektorëve dhe para audiencës, mundoni të bëni kujdes në mënyrën se si pozicionojnë dhe si e drejtoni apo menaxhoni fjalën, dhe për më tepër më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, sikur se ju thash, me parashikimet e muajit për shenjën tuaj. Për sa i përket pastaj parashikimeve personale, mos hezitoni dhe më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju jep një ndjesi sigurie, të tipit jam mirë këtu ku jam i kënaqur me jetën time, kam arritur boll, kalova shumë por më në fund ja dola, favorizohet çfarë do lloj procesi ose pune mendore intelektuale. Dhe në përgjithësi do kuptoni se në jetë mjafton të dish se çfarë do, ajo arrit. Është ajo që them unë, pra këtu është reflektimi i jetës tuaj, ajo çka arritët kërkuar gjithmonë të arrinit. Po si arritët? Rregulluar të brendshmet për të realizuar të jashtmen. Kjo është një prej rregullave bazë të manifestimit. Ajo çka është së brendshmi do të konfigurohet dhe të realizohet dhe si jashtmi, dhe ju këtë gjë arritët. Kështu që dita e hënë sjell tash arritjen e një objektivi shumë të rëndësishëm, mund të jetë kjo një çështje karriere, mund të jetë një çështje personale juaja, por që nuk po ju vjen kollaj. Domethënë keni kaluar të zitë e ullirit edhe ju, jeni përpjekur jashtëmasa shumë për të arritur këtë realizim ose këtë stabilitet që më në fund ja ku e keni. Dhe prej këtej në vazhdim duket sikur jeta juaj vërtet ka hyrë në një farë faze të tillë qetësie. Këtu favorizohet çfarë do lloj gjë ka të bëjë me komunikimin, çfarë do lloj gjë ka të bëjë me procesin mendor, sikur se ju thash, mendimet që do të keni ditën e hënë janë shumë të rëndësishme për sa i përket mënyrës se si sistemohet e ardhmja juaj, kështu që biseda që kanë lidhje me objektivat tuaja, në lidhje me të ardhmen tuaj, në qoftë se i diskutoni me individ të posaçëm, atëherë them se ju çon një sukses shumë të madh. Por që ditën e hënë do të ndjeni më të sigurt në ato çka keni arritur dhe po arrini prej këtej në vazhdim. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që ju gjen në rikuperim ose ju gjen më të fortë se kur po riktheheni. Po dilni nga hijet dhe po përballeni përsëri me dritën. Vlen kjo për të gjithë juve që keni kaluar një humbje shumë të madhe në jetë, mund të jetë çfarëdo gjë mund të jetë, që nga një dashuri e dështuar, që një person që e humbët në jetën tuaj, që nga një humbje madhe ekonomiko-financiare, që nga një tradhti që e pësuat nga dikush, çon si ka, ktheni më të fortë se kur për të rikuperuar dhe për të marrë atë çka është e juaja dhe ju takon. Ditën e martë. Ta marrë vjen me realizime për ju. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ju gjen në udhëtime me personin tuaj të dashur, është një udhëtim që ta bëni me gjysmën tuaj tjetër. Me thënë të drejtën, ose mund t'ju vi një ftesë ditën e mërkur për një dasëm që mund të zhvillohet për shumë ditën e shtonë çon si ka, por që ose ju jeni vërtet në një udhëtim mjalti me partnerin të dashur me shorten, ose thjesht ju ftojnë në një dasëm dhe të shkoni në të dasëm sepse mund të gjeni dhe gjysmën tuaj tjetër atje. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e fundit të një konfliktit. Arrit një kompromis, se është kjo në familje, në çështje familjare, në një çështje biznesi pune, në një çështje shoqërore, apo me partneren, të dashurën, bie fjala, atë le të themi këtu arrin një farë kompromisi, ulen gjakrat, shuhen gjakrat si i bie, edhe çdo gjë duket se shkon prapë drejt normalizimit. Domethënë gjërat ecin dhe marrin një farë drejtimi të këndshëm, të kënaqshëm. Dhe përsa i përket ditës së premte, dita e premte, pavarësisht faktit se sa prej jush arrini atë normalizimin, shuarin e konfliktit, pranimin e situatës se si bie të jetë, dita e premte duket sikur emotivisht vjen me goxha ngarkesë të madhe, do të vjen me goxha zhgënjim përsa i përket një objektivi tuaj që nuk u arrit, do të thënë
psikologjikisht dhe emotivisht të rënduar goxha ditën e premte me një dashuri të dështuar, me një person nga i cili u tradhtuat apo u zgënjyet, nuk është vetëm se s'bën të jetë i dashur i dashura, mund të jetë një ndër juaja që nuk u bë realitet dhe me sa duket nuk do bëhet realitet, po çon si ka. Nuk heqim dorë, vazhdojmë përpara, sigurisht që akoma shpresojmë për ato çka mund të vi dhe jo çdo gjë mbaron këtu. Çdo gjë që po mbaron për një arsye. Ndoshta sepse ju pret diçka më e mirë, pak më tutje. Për sa i përket ditës së hënë, ditës së shtunë jemi po në të njëjtën linjë, do me thënë përsëri gënjeshtra, mashtrime, ose frikë që buron nga e kaluara, ose një situatë që ju bën të ndjeni të pasigurt në marrëdhëniet tuaj në çift, në familje, në ekonomi, financa, pra duket se përsëritet një situatë e cila nuk ju bën të ndjeni mirë. Pra, o do ju rikujtohet një humbje, një ndarje, o në marrëdhëniet tuaj në çift mund të kthehet një situatë të cilën mendoni se kishit zgjidhur, por jo, dhe kjo sjell dhimbje emotive, o dalin përsëri humbje ekonomiko-financiare, shpenzime që ju nxjerrin nga siguria juaj, ju çojnë në pasiguri për sa i përket të ardhmes. Tani unë nuk dua të arri deri në shtatzanit të dështuara dhe gjëra të tilla, por që nuk i përjashtoj. Planet tuaja nuk përfundojnë siç i nisni ditën e shtunë. Pjesa më e madhe prej tyre nuk do të realizohen. Për sa i përket tani ditës së diel, dita e diel e njëjta gjë, do të thënë premte, shtunë, diel, nuk është momenti për të sjellë një ndryshim në jetën tuaj. Është moment për të reflektuar, po, është moment për të kuptuar se pse disa gjëra nuk mund të ndodhin, po, nuk është momenti i duhur kaq. Kur do vi momenti i duhur, ndoshta kur të jeni dhe ju në linjë për të sjellë vërtet dhe për të pritur vërtet ndryshimin në jetën tuaj, atëherë do vi dhe ndryshimi për ju. Për momentin, le të themi, jeni në moment reflektimi, arsyetimi, rishqyrtimi, pra duhet të kuptoni njerëz se çfarë duhet të ndryshojë dhe pastaj të vi ndryshimi. Për momentin akoma të qartë gjë nuk e keni, ndaj ndryshimi nuk po vjen. Përshëndetje, përshëndetje një peshqve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Për parashikimet e muajit më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, aty keni të gjitha në mënyrë analitike të ndara në ditë, në momente, në data të rëndësishme, në fusha të rëndësishme se ku ndikoheni, çfarë të evitoni dhe ku të insistoni më tepër për realizime. Përsa i përket juve të 10 ditëve të fundit, juve jeni dhe 10 ditë që i fundit të përgjithësi shenjat është protagonisti këtij muaji, por unë juve do ju quaj protagonist sido që të jetë me një Saturn dhe me një Neptun që aktualisht ndodhen në shenjën tuaj dhe në gradët e fundit të shenjës tuaj, duke sjellë ato pak ndryshime ato ndryshimet e mëdha të fundit në jetën tuaj, por që ndryshimet të cilat do kurorëzohen me sukses. Qoftë kjo shpëtoni nga toksiciteti, shpëtoni nga negativiteti, nga bllokesat dhe nga vuajtjet, qoftë kjo arritja e krijimit të një familjeje, e ardhjes në jetë të një fëmije, ose e zhvillimit tuaj në karrierën tuaj të ëndrave. Sido që të jetë diçka po vjen dhe më tepër ta shikoni të jetë e mundur kjo gjë në jetën tuaj diku aty nga fundi i këtij muaji, por edhe më gjerë më gjatë brenda 2026, si me të vërtetë vjen me shpërblime të mëdha për ju. Juve të 10 ditë të parë bëni kujdes sepse Merkuri është retrograd në shenjën e Shigjetarit dhe me thënë të drejtën, përsa i përket çështje që kanë të bëjnë me karrierën, me martesën tuaj, me imazhin tuaj publik, ju trysnon dhe mund t'ju çojë në gabime, mund t'ju çojë në mos respektim afate shkollore dorëzimit të punës tuaj, mund t'ju sjellë keq kuptime me prorët tuaj, ose mund t'ju sjellë probleme me kontrata të rëndësishme dhe me natyrë ligjore nëse doni. Kështu që bëni kujdes. Juve pastaj që e keni abuzuar me profesionin tuaj në një punë po që është caktuar, atëherë do përballeni me pasojat ta gjeni drejtësinë përballë këtë muaj. Sido që të jetë për më shumë, ju thash më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit. Për parashikime personale pastaj më shkruani në numrin WhatsApp 069
640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, ditën e hënë vazhdoj përpara. Me frikë, me pasiguri, po me një farë hezitimi nëse e doni. Me thënë vërtet po idhni hapa drejt së ardhmes sepse nuk keni të çfarë gjë tjetër të bëni, por pranoni një propozim që po ju bëhet, po pranoni një ofertë që po ju bëhet, sepse s'keni çfarë të bëni tjetër, s'keni nga janë bani tjetër. Me të detyruar pra për të vazhduar përpara, por besoni është gjëja më e mirë që po bëni. Pra me të vërtet po idhni një hap hezitant tani, por do shikoni aty nga koriku se sa i rëndësishëm ishte ky një hap që odhët tani ditën e hënë, se sa sukses do ju sjellë më vonë. Për sa i përket ditës së martë, tham, jemi në fillim të ri, jemi në një proces të ri, fillimi i ciklit të ri në jetën tuaj që mund të ketë të bëjë që nga një punë e re, që nga një jetë e re në total, që nga filloni punë për herë të parë, që nga shkoni në universitet për herë të parë, pas kjo eksperiencë e re jetës tuaj, që nga dashuria e parë, që nga fëmia i parë, që nga çfarëdo gjë që është e parë, është një eksperiencë jete kjo, që po zhvillohet tashmë në jetën tuaj, le të themi ky është kapitulli i ri jetës tuaj dhe mundoni ta shijoni. Për disa ka nisur, për të tjerë po vjen. Jeni pjesë e këtij procesi që ta kuptoni. Po që do e kuptoni shumë mirë ditën e martë, sepse ashtu vinë edhe çështjet edhe parashtrohen edhe situatat. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë për të ardhur gjërat e mira ose gjërat e mira që krijojnë duan kohë. Kështu që dhe ju prisni kohën tuaj. Akoma nuk është momenti që të merrni një vendim të rëndësishëm në lidhje me një person që ka ardhur në jetën tuaj, ose të kërkoni një rritje page në një punë që sapo keni filluar, apo të kërkoni të blini një shtëpi kur sapo jeni emëruar diku dhe sapo po fitoni paratë tuaja të para të sigurta. Do me thënë, për diçka që është një objektiv i rëndësishëm dhe kërkon kohë, mundoni ti jepni kohë. Lërini thjesht gjërat të rrjedhin, okay? Mos i trysnoni sepse do gaboni. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që po sigurisht do kemi dhe situata të tilla, sigurisht që shikoj, jemi në një prag rikthimesh, duhet ta kuptoni. Dhe nuk jemi thjesht në një prag rikthimesh, jemi në një prag që zbulohen gjëra shumë. Do të thotë edhe një muaj që nxjerr shumë të vërteta nuk ka. Tradhti zbulon, ka zbulime nga më të ndryshmet. Kështu që nuk jeni të pakët ju që do përballeni me një tradhti, do përballeni me një ndarje, por është një ndarje që e ka shihen shumë të hidhur pikërisht për shkak të kësaj gjëje. Pra, për të gjithë juve që jeni në një marrëdhënie e cila nuk po ecën, atëherë mbaron këtu, nuk mund të bëj më tutje, mbaron, përfundon, e mbyllim këtu, por është për të mirën tuaj. Për sa i përket pastaj ditës së premte, këtu ditë e bukur për sa i përket financave, ose juve merrni, nuk e di, ju shtohen të ardhurat në portofolin tuaj nga burime që i keni të pa imagjinueshme, ose keni nevojë për ndihmë dhe gjeni financues dhe ju financojnë, ose ju jeni shumë në ndihmë të tjerëve, personave që kanë nevojë për ndihmë ekonomiko-financiare dhe mbështetje morale po dhe fizike ditën e premte. Gjithashtu, çfarëdo gjë ka të bëjë me financat dhe me përditshmërinë tuaj ose me arritjen e objektiveve tuaja të përditshme, duket se arrihet. Do të thënë është një po e madhe. Por që mirësia sjell mirësi dhe jepni sepse do merrni 10 fish për sa i përket ditës së premte. Ajo çka do falni do ju kthehet 10 fish. Për sa i përket ditës së shtunë dhe ju, dita e shtunë është dita që ju tregon se keni armiq. Do të thënë këta as nuk fshihen, por çfarë bëjnë? Këta manipulojnë haptazi. Në formën e çfarë? Dinakëris, në formën e arrogancës, në formën e intelektit shumë të lartë, janë shumë të zgjuar, janë shumë të aktë, janë shumë të rafinuar këta njerëz. Janë shumë eklektik të zgjedhur, dua të them, por atë maçin e ka në bark, si themi. Dhe ju të bëni shumë kujdes me individ të tillë, mund t'i keni në shoqërinë tuaj, ose mund të kuptoni që i keni pas tërkohës në shoqërinë tuaj, mund t'i keni në familjen tuaj dhe nuk e përjashtoj këtë gjë, mund të jetë persona që tentojnë të hyjnë jetën tuaj në çift. Bëni kujdes, janë rivale dhe ju trysnojnë dhe ju çojnë në limitet tuaja. Nëse ka një mënyrë për ti mposhtur këta në lojën e tyre, është të bëni lojën që këta bëjnë. Pra t'u aktheni me të njëjtën monedë, t'i kapin në befasi, t'u amerin në kthes. Kështu që thjesht më bëni kujdes me individ të tillë ditën e shtunë, në qoftë se nuk jeni persona akmarës, nëse nuk jeni persona që dini ta bëni lojën, atëherë thjesht tërhiquni dhe lërini këta të hajnë me rrobat e tyre. Mos u bëni pjesë e lojës së tyre se do humbisni juve vetë pastaj. Po them dhe këtë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel me hapa të ngadalë për të sigur duket se po arrini të realizoni qëllimet tuaja, pjesa më e madhe prej jush, kjo dhe përsa i përket çështjeve të shëndetit, dhe përsa i përket përditshmërisë, juve që keni kaluar vështirësi të mëdha dhe në një moment caktuar dhe humbët shpresën përsa i përket të ardhmes, juve që
pas një humbjeje ose pas një dështimi në dashuri përsëri po tentoni me një dashuri të re, pra për të gjithë juve që me paterica po ecën drejt së ardhmes, pra avash si të thua shport me hapa të qëndrueshëm, besoni kështu vazhdoni sepse shumë shpejt brenda muajit dhe jo vetëm keni për të parë edhe realizime konkrete dhe shpërblime gjithashtu. Kështu vazhdoni pra.